Marian ke vogël ti më je me ato sytë blu kur më shikon më saluton ej mia je Mariana kur më shikon më saluton ej mia je Mariana Ma mbushe zemrën me Ta blondin kisha që s'menon me raki Të pija sa të doja O taksi më qo në shpi Se jemi bërë tapë O taksi më qo në shpi Se jemi bërë tapë Bravo Erandi, bravo Erandi. Bravo. Ta kanë bërë Mariana, këtë këngën ty ta kanë bërë se E këndova dhe unë me kënaqësi më të madhe. Bravo, bravo. Ja, Gëzuar. gëzuar. Jam mirë se erdhët. Mariana Kondi dhe Erand Sojli. Gëzuar. Gëzuar Andi. Gëzuar. Kalam Ja, vështirë edhe dotin e kitarës. Gëzuar. Gëzuar. Gëzuar Gëzuar mirë edhe dhe Plus Friends. publikut. Apo jo, Gëzuar dhe lejo. publikut, po. Jo, Kemi bëjmë dhe një publik gëzuar. shumë të zgjeruar e kemi. Po, me që janë të zgjeruar, meritojnë shumë gëzuar. Gëzuar. Të zgjeruar, të Gëzuar. gëzuar. Është kënaqësi. Jo, kam përshtypjen që është tavolina më e lezetshme që unë kam krijuar ndonjëherë. Me Erand Solin, një super artist, multiartist, do të thonë do i rendis të gjitha ato që ti ke aftësi të bësh në artin tënd dhe me Mariana Kondin, një super artist. U bën vjet Po shumë e madhe kjo. E di se ta thash se ti e ke shumë problem. E di se ti e ke shumë problem të quajnë diva ose vip ose Fix. ëh? Fix. Sepse duken si të tepruara ose të egzageruara, por në fakt ju jeni artistë vërtet. Edhe bashk u lit edhe një miqësi shumë e ngushtë. Kam përshtypjen që jeni marrë me njëri tjetrin se sa me partnerët tuaj. Atë që ke vendosur në fron dhe Mariana atë që ka vendosur në koltukun e shtëpisë. Po, koha me partnerit është ma kualitative. E kupton, se ne heqim bashk halle e gjithë gjërat e tjera. Do të thënë jo vetëm mira, kurse me partnerët lejmë vetëm ëmbëlsinë. Po mirë, si e kujton ti takimin e parë me Marianën, do të pyes edhe ty se si e kujton takimin e parë me Ta them unë e para një, thuaj nuk e ti. di sepse më pëlqen ta them unë. Shiko, të gjesh mik të mirë është vërtet një gjë shumë e rrallë sot. Unë e kam të fatë që përgjithsisht miqt i kam të mirë, por Randi është gjithmonë i veçantë. Vitet 2000-2003 kur ne ishim në Portokalli, unë Randin e kam pëlqyer vetëm me një detaj të vogël që ai kishte. Kur ne mblidheshim në tavolinë e Rumbullakët dhe lexonim materialet, e Randi qeshte me gjithë, domethënë i komplimentonte, i jepte ndonjë mendim, qeshte dhe unë thoja, ua, sa mirë, domethënë ky, kurse kur lexonin të tjerë, e Randi qeshte. Ndërkohë kur e Randi lexonte, okay, disa qeshin, disa nuk qeshin, por nuk ishin ashtu siç ishte Randi. Edhe ata ishin shumë të mirë dhe kjo nuk diskutohet, por e veçanta e Randit ishte kjo që unë bëra që me Randin të kisha një lloj afërsie. Okej, si mundje madh, se namin e ke pas pak si mundje madh. Jo, se di atë pjesë, e kupton mbase. Shumë më thoshin atëherë, është artist me një lloj vetë kënaqësie, por që e meriton. Po ke shef, për mu flasin shumë keq. Po Kur vjen puna me në vitet 2000. Jo, flasin keq në kuptimin që shiko se ai s'të flet si koha e Po, pak si mundje madh, thoshin. Jo, mundje madh. Por, ishe super dhe je super artist, ashtu si super edhe është një Mariana. Në buke fjala super tot,
Është diku do shkojnë? Po tash kur jemi Kjo jemi, është e çfarë bëjmë? panushme. Tani si e kujton ti Marianën? Marianën, unë e kujtoj, sigurisht Mariana ishte super që atere, edhe e kujtoj një zonjë shumë të fisshme, mendje madhe pak edhe unë, jo në kuptimin e mendje madhësisë si mund ta kenë pas për mua, por në atë kuptimin që ishte rrallë të fliste edhe të tjefte muhabet. Edhe më vonë e kuptova që është natyra, karakteri Marianës, ashtu kur do njeri e do, kur se do, edhe nuk sa herë e shoh Marianën, edhe tash që kemi kaq shumë vite, gjithmonë më kujtohen banjat e piramidës, Marina. Po. Ti, Marina, thash Mariana. Mariana, po, që kur vinte momenti ku ne Po, do hynim momenti portokalli. pare se me dalë në skenë, sepse ishte një skenë e vogël në fillim, se projekti akoma nuk ishte marrë flak, nuk dije që do bëj. Dhe falë atyre asaj grintës që kishim pare se me dalë në skenë, gjithmonë mblidheshim unë, Mariana dhe Jani Duro. Ka qenë Ornella, Marini. Po, Ornella ishte më shumë në skenë se sa ke Brego, bajë. po, si moderatore po. portokallisa. Edhe im aty dhe provonim, e hidhnim, e pritim deri në minutë fundit, bënim ato ndryshimet e momentit, edhe kur ndan njeriu emocione kur është në stres, domethënë dhe ti fillon të ndash, aty e kupton se kush ti mban, kush ti pranon, edhe aty e lidh Zoti gjën. Ashtu edhe ti fillon pastaj ta kuptosh e ta ndjesh se Mariana nuk ishte thjesht ajo, unë po i them diva në atë kohë. Jo, s'ka diva, nuk ka diva. diva. Unë po ta them ty tash, unë po them ç'a mendoja unë pa të njoftë ty. Por ishte Mariana e të gjithave, se unë e kam madhuru, dhe më thëmë, për rolet, për dimensionin e saj, dhe më thëmë si human, ashu edhe profilin e aktrimit, dhe më thëmë, të gjitha zhandret e aktrimit, është vetë një aktore që i lunë gjitha, dhe më thëmë. Që nga humori, deri te... Humor, televizion, teatr, film, dram, komedi, nuk kemi ne sot një aktore të këtij kalibri. Sigurisht jo se aktorët e tjera nuk janë, por janë të fokusuara dhe gjithmonë të selektuara. Kurse Mariana është ajo që është në tavolinën e publikut, çdo herë është në skenën e teatrit gjithmonë, edhe në skenën e miqve. Është inaf, mjafton. Se unë e kam shumë sikletshme këtë pikë që të vazhdojmë dhe të themi... Më falë, shava gjë? Jo, ti nuk shave, shava gjë? por ti nuk e kuston veten tënde, sepse i ka mund siklet. Filloj humorit të gjë. Jo, që humor se të shirë më pyet ti do t'i themte. Dëgjoj rregull. Kurse unë vërtet jam kështu, por ti, në qoftë se ne do të themi për një artist që është artist, je ti, sepse në qoftë se ti ke krijuar je artist. Ne të tjerat jemi aktor, bëjmë detyrën dhe kaq. Ti shkruan, dhe interpreton dhe je dhe regjizor. E lëre pastaj edhe për muzikën e tjera. Pena është kryesorja. Në art, pena është kryesorja. Në qoftë se ti arrin të shkruash materialin, je krijues, atëherë quhesh artist. Atëherë je div. Kur kam pas shkruajtur për Marianën, në të vërtetë, atëherë... Je div. Urdo? Je div. Je diva. Jam div. Po mirë diva jam. Okej. Të mjell dhe flokët, të vej dhe një... Bëhem unë diva se kam problem, se këtë kohë, ma mirë ti është njeri, se tu po bëhen diva e ajt. Ja, shush ka puna e divave, edhe e këtyre divave, ja si kjo biseda, që po më Në fakt, Mariana e ka thënë gjithmonë që Erandi është artist i vërtet, se Erandi ka penën, shkruan. Dhe të krijuarit është një armë që nuk e kanë të gjithë. Ti edhe dramaturg, po shumë persona ose gazetarë kur të ftojnë nuk e dinë këtë gjë. Ti identifikojnë vetëm me rolet e portokallisë edhe kaq. Sepse mbase interesi i gazetarëve dhe i tregut është ai lloj marketi. E kupton, portokallia shitet e për portokallin të marrin. Pastaj kjo vjen edhe në bazë të nivelit të gazetarëve. E kupton, sepse gazetaria është një profesion shumë kompleks, edhe normalisht duhet patjetër që kur të thonë bëj lajmin, nuk e nga të lëvizësh. Kështu që gjëja më e kollajt është portokallia, se ajo ka impakt
absolut tek ka patur më saktë, se tash nuk e di a e ka mo apo jo, por është, domethënë, deri në momentin që aty janë kolegët tanë, si thosh, të cilët e kupton, vazhdojnë të shkëlqejnë dhe ta mbajnë atë spektakël, sigurisht është edhe pjesë e jona. Kur keni qenë ju të dy, Portokallia ka qenë në kulmin e vet. Ne jemi qenë të parë. Ne Keni qenë ndër të parët? Jo ndër, s'ka ndër, ne të parët. Ju të dy të parët. Ne të dy, s'ka lidhje vetëm ne të dy dhe disa të tjerë që nga të cilët nuk ka më, nuk janë. Po ndaj është ndër të parët, domethënë ju me disa të tjerë. Po, të parët kemi qenë. Në këto kuptime thash. Edhe kur fillua aty në Portokalli, ishte si të thuar gjithë sy e vesh, gjithë publiku ishte tek ju. Si e përjetuat atëherë këtë famën nga teatri ose nga filmi në një skenë ku kishte shumë audiencë? Ne nuk besoj se për Marianën ishte gjë e re kjo gjë, sepse Mariana ishte gjë në disa gjëra të tjera, në disa interpretime të tjera, kurse Portokallia ishte, madje un kam një histori shumë bukur, që ku Portokallia jepeshe çdo të diel, çdo të diel, dhe njerëzit ishin komplet gjithkohën mendja në ekran për të parë televizorin. Njerë hypa në autobus për të shkuar në shtëpi, edhe më pyti njëra, tha, ke ndonjë plan, tha, ke ndonjë projekt, unë çdo të diel në ekran. Jo, i thash, nuk kam, ka raport arti, tha. Portokallia vu aty. E çuditshme, ka dhe njerëz kështu që ka dhe kështu. Po, ka arti, tha, po, i thash. Kanë vite që se ndezin televizorin. Po, flasim për ato vite. I të ndodhesh diçka, domethënë, ike në Amerikë dhe ngjeca atje. Nuk ngjeca, unë s'kam ngjeca. Ngjeca. Domethënë, shkova për projekt. Të zhvendosem, ja. Mendova që ishte më mirë, si të thush, për me... Çfarë të mësoj Amerika? Amerika më mësoj atë që, domethënë, për ta mësu, jo, s'jam kthy, as kam mik. Domethënë, është se varet si e përjeton atë gjë. Bota është shumë e vogël. Zvoglu, unë jam vetëm 7 orë larg. Sa dush ti me shku në Milano, me makina, me traget, me qa mund shkosh, unë vi nga Amerika këtu dhe jam nga këtu në Amerikë. Pra, nuk më pëlqen ky termi ike. Ike ndryshove, jo. Ike u largove. Jo, nuk jam largu. Më kanë largu, po, unë vetë si jam largu në herë, sepse është shumë e rëndësishme të kuptosh. E kupton se zhvendosja, se dhe burri ikën me shërbimi, për shembull. Po nuk thon iku, se do vi. Po mirë, ti ke ikur prej me disa vite. Jo, po patjetër. Patjetër, 8 vite. Po. Thua më larguam, largoj. Jo, po më largon, në momentin që ke thonë ike, do të thotë që më ke larguar. E ke për mua? Po, për ty, po. Unë kam qenë gjithmonë këtu. Kur më ke kërkuar dhe s'më ke gjetur? Jo, vërtet. Tani më kujtove një rol. Dole direkt e roli Portokallisë. Edhe çfarë bëre në Amerikë? Përveç projekteve, teatrin pjasorës, filma, do të thënë ke qenë gjithmonë aktiv, si thua ke mbetur artistët atje. Puna jote në bazë cila ishte? Puna ime bazë ishte kjo, të jetoj me artin tim, me punën time. Po, dhe një punë dytësore, pastaj ishte një punë që e bëja për billa, i thonë atje. E di se të pyes se ka shumë artistë që kanë qenë në Amerikë dhe thonë që atje nuk jetohet me artin që mund të bësh. Dhe pastaj shiko, asgjë nuk është e thjeshtë. Asgjë, jo, nuk është, e kupton, secili mendon Amerika t'jep atë që kërkon. Amerika nuk është një vend që të detyron, të bësh një gjë tjetër nga ajo që ti nuk je. Në momentin që ti ke vendos me qenë artist dhe zhvendosesh nga një vend në një vend tjetër dhe nuk merresh me artin, nuk je artist. Sado që mund të mendosh që je. Sepse, po, artisti është artist si në Amerikë, si këtu, si në atje dhe si në publik. Nuk është e thjesht të jetosh me artin, për arsye sepse gjëja parë që ka nevojë është që ti të gjesh mbështetjen e komunitetit tënd.
Se Amerika sa e madhe është, aq edhe e vogël, aq edhe e thjeshtë është. Është e thjeshtë Amerika. Kinezët punojnë me kinezët, polakët me polakët, gjermanët me gjermanët, pra çdo shtet ka komunitetin e vet atje. Dhe më të mirë të këtyre bëjnë Amerikën. Pra në thelb, në Shqipëri isha, në Shqipëri jam, në Shqipëri është prap atje. Thjesht problemi është që është e njëjtë gjë që edhe këtu edhe si shqiptarët këtu në Shqipëni, si shqiptarët e Amerikës, ne artin e kemi çik problem, si thosh për ta suportu, për ta mbështet, ose edhe për ta shiu. E kupton? Pra kjo është thelbi. Se nuk mund të themi që këtu artistët janë të lumtur, për shembull. Të lumtur, kam përshtypjen që s'janë asnjë Që jetojnë me punë e vet. Jeton dot artisti këtu me punë e vet? Absolutisht. Atëherë ku është ndryshimi? Përveç këngëtarëve të rapit, të muzikës rap. Po rapi, Të cilët janë bërë milioner thuhet. atë se din sa miliona është se miliona bën çdo njeri mund të bëj që përkushtohet për me bë diçka. E kupton? Këtu flasim, nëse flasim për art, nuk flasim për miliona, se kjo punë dihet në gjithë botën. E kupton, që ti jesh një artist milioner, e kupton, do të jesh Spielbergu, jo tu ska të tillë. Mendoj. Eran do na ndihmosh të hapim pak të verën tallnetit të bardhën që ta kombinojmë pak dhe unë do pyes shumë e mirë. Po, dhe unë do pyes Marianën se si ishte çiftëzimi juaj nga Vera Grabocka tek spektakli i saj. Të dy, është një foto e veshur me të kuq e ti? Duket një fustan të kuq. Edhe Randi veshur shumë bukur. Ka qenë një duet shumë i bukur. Si e keni, kush u bëri bashku? Bëri Vera apo ju vetë? Rastësia? Ne të dy me Randi gjithnjë, edhe kur kemi interpretuar, kur kemi luajtur bashkë, gjithnjë ka qenë rastësia, është e çuditshme. Unë në ato momente kam qenë shumë keq nga shpirti im, mbasi mua më natë komo që nga puna, dhe Vera Grabocka pra ndaj di shumë për nder Vera Grabockës dhe e du fort, se mua më hoqi një siklet jashtëzakonisht nga teatri kombëtar. Kur më hoqi nga teatri kombëtar, Vera më mori ke Dance With Me. Dhe më morën në telefon, unë jo nuk vi, jo po do vishte s'bën, po unë nuk ditë kërcej, nuk ditë këndoj, kështu të kërcej se jo për të kënduar, jo po kështu, si përfundim thash hajt po vimi, po puna ishte se ata më kishin vendosur një për të kërcyer, jo e thash unë me këtë skërcej, thash, unë po këdo, e Randi thash. Po këtë kishin vendosur, mund ta dinim? Jo, ka rëndësi. Ndërkohë, marrë Randi në telefon, Randi ka qenë pa qef shumë në atë kohë, ka qenë më duket në dërmi, ka qenë me motrën e vet. Më tha, jam keq, tha, më merr nesën telefon, tha se jam pa qef. Kishte pirë, më duket nuk e di diçka tjetër se ç'a. Edhe Randi marr nesën, aman thash bëu mirë, se më duhet shumë shpejt ajo gjëja, i thash, të kthej përgjigje. Bravo. Sa bukur, pam. Edhe që jemi dhe në atmosferë festash. Patjetër neve na duhet të pim verë të bardhë, se deri tash me këtë verën e kuqe. Anyway, thot Randi. Anyway, ishte argjoa e parë për Erandit ndaj. Edhe si përfundimi thash bësh shërohu shpejt, i thash se më duhet patjetër që ti them Verës që ti do vish. Po jo, Maria tha se ky ma aman të keqen, i thash do vish se s'bën, se unë s'kërsej me asnjëri tjetër, thash përveç teje. Si përfundim Randi erdhi dhe unë gjithë atë siklet që kisha, ne të dy me Randin e kthyem në një atë arenën e bukur, atë skenën e bukur, tamam si arenë që vetëm qeshej, vallëzohej, një ambient i bukur, çdo me një pozitivitet jashtëzakonisht të madh. Domethënë gjithçka spektakle shkoi vaj, madje pastaj morëm dhe për vitin e ri, mori Randi shkruajti, Randi shkruante pjesët aty gjithkohon, shkruajti për vitin e ri, bëm deri në janar, ishte për mua ishte një punë e dytë. Po si e përjetoi Randi? Kishe kërcyer në një më parë? Se ti ke qenë ti artisti. Jo, Randi kërcen. Ka kërcyer më përpara? Kërcen. Unë nuk dija. Edhe s'di. Po ç'në Randi që kërcen? Falenderoj shumë. Do e ndroni dhe ju verën e kuqe me vetë të bardhë? Jo. Randi do e ndrosh? Jo, okay. Randi duhet të ke kuqja. Gëzuar Mariana. Gëzuar. Paqim vit të mbar. Ky i riu që do vi. Po, ai që do vi patjetër donacion bërësisë. Kështu ishte kjo puna e Dance With Me, ku ne Urzuat në njërë në ato pandjeshkat? Pati ndonjë incident atër? Pati, ka qenë një moment i Randit në qoftë se ti mund ta kesh ta vendosësh ta gjesh në YouTube.
kërceu me njërë, Do të fshi. se Randi të nuk shikon mirë, edhe hypi atë këtu në qafë, edhe fustani asaj e mbulon fytyrën e Randi. Edhe aty emisioni ishte direkt, edhe në po përplasin, dhe ky që shkonte 3 vjeçar dhe i shkoi ai afër ai Jurgeni, një djalë që ta kontrollonte dhe ky që i gjunte me dorë mbler. Mirë po, edhe ai urmajt asaj, fustani vinte deri ke gjuri e Randit se si është bërë ajo çfaqe. Derisa mbaroi pasaj të roqi njëri që e qiti jashtë skene. Jo, ndesha me e qunë shpia, te ashtu si ishe, po s'po gjesha derën. Imagjino tash. Po Mariana, sa bukur e ke treguar. Gjesha derën. Zoti mot, si mbuloj, se si mbuluam të dy, pasaj ishte një moment që hodhi dhe vetë, përveç asaj, u hodhi dhe një gjë tjetër ke sytë e këtit. Edhe u bën një dopjo aty, që se si dolën jashtë, pasaj s'kene, erdhi e mori njëri, pasaj kështu me sil, duke kërsyer, që të jashtë, si në ishte perë. Momente, po, Unë e di që ka me qurë në ato momente, po është, e kuptohet. Albane ke qënë duke... Unë jam serios në punë. Se që bënte aty, brënda me atë... me atë fustanin. Me fustani se kështu. Jo, që bënte dhe ajo, se mi kishte vu komët të këtu. E di, Edhe ma ajo nuk se kishte halë se binte ajo. Edhe do mate ke qafa ime, mu po mu merte frima. Këtë me që s'pluke, edhe nuk shikonte, edhe ishte po gjithë, Do ishte vdekja me kurpshme, në historin e Në base do ishte vdekja më e me lumtur. bukur, edhe me bukur ishte. Po ta kështë zgjedhur vetë, jo. Jo, nuk e zgjolla vetë. Me gjithë të kemi pasur incidencja plot aty do Po Incidente, Mariana po, kishte ka në qenë. incident që mund t'ja tregosh që të bëheni Po, një me një. ka pas, jo, Mariana ka pas se ju kap geta e mamen, ke zinxhiri im i pantalonave dhe ishte si për tavolinës. Po, live ishte dhe aty. Po e nuk ka qenë live, edhe nuk shqiteshim. Dhe nuk zbriqim, nuk u shqitshim dot. Se ishte puna që Këtë e ngrihet mbaj mend, më fustani. duket, këtë e mbaj mend. Po jo, vërtet, për gjithë grupin, ajo ka qenë, si thush, sezoni pari i Ka qenë shumë i Dance With bukur. Me, edhe bravo Verë, sigurisht, po gjithë grupit. Gjithë grupi, pa tjetër. Te gjithë grupit ishte një atmosferë e Ishte shumë jashtëzakonshme bukur, dhe po, ishte ishim të një... gjithë shumë. Ajo është një kujtim, një projekt shumë i bukur për mu. Shumë dhe batutat tuaja, se ju kishit mundësi që të shpashin edhe anën tuaj artistike, me batuta, me humor. Po ne se bënim fare, me se mjafton të jetosh Ne nuk- rrethanën Po, aty aty, edhe... aty që na lindin aty, Edhe- nëse që përgatisni me Nuk ishte e qarta, ajo gjëja ishte e pastër, ishte ashtu si buronte, nuk ke nevojë në... Pastaj jemi natyra karizmatike edhe sigurisht Natyrisht krijoni situatë në çdo moment, Krijohet, edhe po. duke pirë një kafe, jo më me që të kujtova kafen. Ti e ke gjyshen turke dhe urren kafen turke. Si ka mundësi? Nuk e urrej kafen turke, thjesht nuk e pi dëgjuar në do. Po, nuk e emisione pi. televizive. Nuk e pi. Po, nuk e Nuk pi. e pi. Ai di, është e çuditshme çfarë gazetare që... Po, është një nga gazetaret po. më jetë gjata dhe më seriozet në, edhe të komplimentoj. Po, të ditë shumë të të majmen, edhe më dhënë paka shumë karrierat. Që të kam marrë, të kam intervistuar, në te studio, kur bëje Komunën e Parisit. Komunën e Që ka Parisit. qenë Nuk e lën asgjë timen po, shumë pa vërtet. vëmendjen tënde. Sigurisht më vonë, pastaj kur ishte, po mendoj që Kemi qenë shumë të lidhur ngushtë me normalisht dhe unë artistët e s'kam vërtetë, ndryshu, në të fakt. njëjtat gjëra që kam thënë, jo, ti ke qenë gjithmonë një konsekuente si Po. thushe. Edhe ju bashkoj ferma, do të thënë kafe turke që ti nuk e pëlqen, dhe ndërkohë ti ja ajo e fallit, Po. e filmit E fallit. filmit fallit, po. Do të thënë që ti me Pjesa e kafen dytë. turke bën Po, po. punën tënde, bën parashikimet. E ke parë ndonjëherë filxhanin Unë zi të shoh. e Randit? Unë jo që nuk di të shoh. Jo, për gallat. Po fare. Po jo që zi të shoh, po unë madje unë e jap dhe si mesazh, domethënë që është gjëja më e tmeshme. Më që të skandaloze. shkosh- Më skandalozja që të Vërtet. shkojnë të shtin fall dhe që kam dëgjuar kur bëra filmin, që se nxjerrin dhe të dytën tani në 15 janar, kam dëgjuar që shkojnë dhe janë femra goxha, bajagi, që shkojnë dhe të gjosh njërën që ajo shtin letra apo fallin që ti do kesh këtë apo atë. No way, nuk e di, nuk e besoj dot. Unë kur nuk kam besuar dhe nuk kam përbesuar kur në gjëra të tilla. So, ato Pavarësisht se e kam lujt vetë këtë rol. po, ato vetë, domethënë
këto fallxhoret, u nxjerrin namin gjithë politikaneve, gjithë prokurorëve, artisteve me emër, thonë që këtu vjen filania, Po, këtu vjen filania. po. Nuk ka turp më të madh. Shumë turp është. Për këto zonjat e rënda. Po, pse prapë se që shkojnë, se kuptojnë ato kanë i rroge jetën kanë. luks, edhe shkojnë dhe i lën lekët tek fallxhoret. Më mirë lëri lekët në Abidjan se sa fallxhoret, apo jo? Po si do vujnë artistat? Po edhe Bixhosi është i tmerrshëm. Si do vujnë artistat? Po su Jo, nuk ka argjë. Tu të ka një lloj klasi. Nuk Bixhosi është hyjmë për asaj pjese, njerëzit ato që e kanë din si e para. kanë hallin. Gjithë të profesione që përmenden ti janë profesione halle mëdhesh. Ma jo, unë i përmenda se doja t'i bëja reklam filmit të Po Mariana. Mariana e ka qatë film, edhe hym tash i del dyshi, ha? Tash Mario i e del pash. dyshi në 15 janar. Del dyshi vetëm kujdes dashur. më të bëhet ves pamja filxhonit. Se nga provat e shumta do ta mësosh dhe filxhonin. Këtë radhë kam filluar të flas di branche dhe e kam patur shumë vështirë. Atë ke I Love Tropoja, me Tropojançen po, domethënë e kisha pak më thjesht, kurse di branche ishte shumë e vështirë. Është shumë e vështirë, po bën kurs Vështirë, jo, kurs, po si jo mi shkoj. me Monika Kryemadhe, me- më them unë, se ajo është në Se- Dibra. Jo, kam gjetur një tjetër. Është vetë regjizori që më mëson se e di gjuhë. Edhe pritshmëritë kanë qenë shumë të larta për këtë ke film. para, tash Domethënë dhe është një bujë shumë e madhe, biles kush e ka parë thotë, "Ua, Mariana aty fantastike." Kudo ku je ti, e zbukuron projektin në fakt. Fati madh, domethënë Zoti më ka parë në këtë mes shqyr në këto situata ku se është dhe mosha. Pavarësisht se unë s'dua që të them se është mosha, por ja që është dhe mosha. Po ne jemi 30 vjeçar me plus, Po, Kush na thot ne që sa nuk e vjeç tregojmë atë jemi? plusin. po. Ky dhe se sa. mosha është Do më ky është e një fati. numër. Po një numër, tamam. Po Po ky pse është e thua fati mosha? i Pse thua largimit nga mosha? puna, që nga momenti kur më larguan nga puna, mua më ka ecur jashtë mase. Po di e kam shar atë ish ministren e asaj kohe, ku mbaron, po sot do ta lavdëroj, të falenderoj shumë. Më ke bërë një nder kaq të madh, sa që nuk di ta shpërblefsha në të mira. Që Mariana, kur ishe e mërzit me atëri, i thosha, Mariana, jo çdo e keqe vjen për keq. Edhe ka qenë vërtet periudhe vështirë, E por shumë. artistat pas Ka sfida përjetuar të mëdhaja, shumë, Mariana, po s'ka po, paraj, po se s'ka, të- Ishte tema parë një që teatr kombëtar Ishte është parë këtu. syje, largimi ishte parë syje. Ora, si se kam kjo kuptuar, si, ç'a motivimi kishte largimi yt aty? Largimi, as se kam lexuar fare. Largimi ishte urrëtia që kishte drejtori Kashimeje, Po, që ishte por unë nuk i Erdin bie Çuli aty, po. në atë kohë. Po. Të mërshme, këvuri ajo ministre, këvuri drejtor. Po e lej më mirë se i bëjmë një reklam goxha të madhe, po ti diskutojmë ata. Kështu që ata po- janë të vdekur për mua, kështu që. Në rregull. Po për të kush është bukur, ko ke shpallur të vdekur. asnjë në botë, se cili se jemi, unë i du të gjithë edhe më shumë du hasmërit e mi. Ata që s'më dun. Se ata që s'të dun, ata kanë nevojë për dashuri, pra ne nuk din ta japim. Se u mungon diçka ndaj. E shprehje kështu kjo e randë. Është Është një lloj shprehje e përgjithshme, përgjithshme. por ta kesh konkretisht, do ishte më mirë po të flasësh konkretisht për ato njerëz që Kush të ka bërë keq për shembull? Dikush ke ndonjë natë të Po unë nuk e brendshëm? di, siko, që ndodh mrapa meje, unë s'kam se si ta di. Për para meje, me mua, janë të gjithë të sjellshëm, të gjithë të mirë, të gjithë të... Mrapa, Po thikat pas shpine, ato janë... Po në një thik nuk e ke ngrënë ti, më duket. urdo? Do një thik nuk e ke ngrënë. Shiko, unë mendoj që nëse kam ngrënë thika, e kam ngrënë për fajin tim. Sepse kur të besoj një herë, është faji jot. Kur të besoj 2 herë, është faji im që s'vej men. Në ke të drejtë në me art këtë. prevalon gjithnjë xhelozia, e keqja, prevalon zilia. Konkurenca. Nuk mbizotron ajo gjëja që, ore, se dhe unë kam inat. Të kam ty inat, jemi aktore edhe ti aktor, kam inat. Por unë nuk e jap veten. Unë vit jap dorën edhe iki. Them, sa inat, si e bëri ajo atë? Ama tek ty kam edukatën familjare që t'jap dorën në çdo çfaqje ne shkojmë. Të dy me randin dhe në teatr që e shikojmë. Kur kemi ne, t'japi dorën.
Se xhelozia është pak kamuflueshme, Ja, është një xhelozi, është xhelozi e ashpër deri në atë që hiqe atë, qofse luan ajo, unë nuk luj. Ose nëse domethënë gjëra të tilla që janë shumë të rënda. Ja, të njeriu kështu është, nuk ke çfarë ti bësh lot, nuk e rregullon dot, nuk ke ti as forcë, as gjë, po ti thosh, pse e ke ti këtë? Çfarë do thotë ai? Nuk e kam thot. Këtë gjë. Po ajo shikohet. Pastaj bien, kur i shikon rrugës pastaj, dhe ku je ti, dhe ku janë ata, o sa rënd që janë. Sa rënd që janë. E vërtet një kur ti prezanton dhe nis të bësh një projekt të mirë, të gjithë të luftojnë. Kur e arrin suksesin, të gjithë të injorojnë. Kur bëhesh i famshëm, vine të ndjekin nga mbrapa, edhe të lëpin. Edhe të lëpin. Kjo ishte një shprehje që e krijove ti apo? Jo, se krijova, unë është një thënie shumë. Jo, po kështu është, po që nga shumë e bukur. Është shumë e bukur edhe fatkeqësisht është shumë e bukur, se do ishte më e bukur sikur e goditur, më saktë, e bukur në atë kuptim. Po unë mendoj që personalisht për çdo gjë, në çdo marrëdhënie që kemi, e kupton, nuk mendoj që ka një artist që mos ketë ato ankesat e veta, dyshimet e veta, e gjërat e veta. Unë du të them vetëm një gjë, që është më e vështirë të jesh njeri i mirë, se sa të jesh ndryshe. Po i keqi nuk bëhet dot njeri i mirë. Po kush jemi ne të themi unë po them, është shumë vështirë të jesh i mirë. Është shumë vështirë. Të falesh, është shumë vështirë. Është më e vështirë se sa të dënosh. Është të falesh. Pra, me që kam kuptu unë tani, e kupton, se mbase unë para 10 vjetësh nuk do ta thosha këtë gjë, nuk do fliça në këtë, nuk mbase, nuk do shumë. Është dhe pjekuria emocionale, me kalimin e kohës me lishë gjërat ndryshe. Me kalimin e moshës, gjithmonë ti e shikon dhe më ndryshe. Se ka dhe njerëz mirë, se po të mos kishte, do ishte përmbys kjo botë e shkret. Ka dhe njerëz mirë, ka dhe që janë dhe artistë të mirë që vinë t'japin dorë. Por pjesa më e madhe, sidomos ajo pjesë ku ti e ke konkurrente. Por kur ke një fat, ma thonë të Anagnosi, profesor Anagnosi, kur luaj të ke Gjoleka, i birja bazit. Të në teatru u çuditën, kë ka futur mik kjo, kë ka mik kjo që ka futur për të luajtur ke Anagnosi, kisha mikun, në ato kam qenë Bileke Portokallia, Randi më tha, ka film Anagnosi, tha, në bashkë me Altin Bashën, të dy kanë qenë, ky tha, mëra, tha, ka film Anagnosi, thashun, dhe shkova, lexova skenarin, mora filmin kaq, si ishte puna e mikut, të mori direkt, mo jo që mori direkt, po aty vini bëni kinoprova, pa kinoprovë, po, se këtë do të thë. Pa kinoprovë. Dhe ata thoni që kush e ka futur mik kjo. Do më thënë, aq shumë, sa që ata nuk e besoni që unë mund të luaja ndonjëherë me Anagnosin. Dhe aty unë kam dëgjuar tek ai sa shprehje të bukura që i kishte dhe midis të tjerave më ka thënë dhe këtë. Plus, minus 10 vjet këke. Plus, minus 10 vjet këke. Edhe unë brisja mendjen kështu si po e vreti tani. Po, jo, është shumë me kuptim, madje. Do më thënë për moshën tënde, minus 10 vjet, edhe plus 10 vjet në moshën që ke ti, kush i bën këto që bën ti? Randi e kuptoj. Jo e kuptova, unë e kam thënë... Po, se sapet edhe në hyrje të emisionit. Kështu që unë, çfarë do lloj gjëje që jo nga puna që më larguan, por unë vetëm me këtë fjalë e profesorit Anagnosit, unë gëzohesha, më pëlqente. E rëndësishme ishte që unë të isha paqe me veten time, të kënaqesha me këtë gjë. Pastaj unë gjithsesi e kam këtë zakon që kur kam një problem, unë e ndjej kënaqësinë tek shtëpia, tek punët, tek marrëdhënia me bashkëshortin, tek fëmia, dal, eci me të. Edhe nuk flas me të... Mjafton një dy po sepse jemi të kundërt si natyrë. Edhe pjesën më të madhe unë lap këtej, në atë nuk lap. Sepse më thot... Çfarë të thot? Kur jemi në makinë televizit, dhe është e çuditshme, është e njëjta ndjesi. Sikur kemi qenë të rinj, që ne dëgjonim ato këngët e Lucio Battistit, Ornella Vanoni, Lucio Dalla, i pueri che poveri, të gjitha këto këngët e bukura,
është po e njëjta ndjesi dhe tani, me atë dorën e bukur që ka, në timon, po të njëjtat këngë dëgjojmë, dhe kur nisëm që të them shiko se kështu, është më mirë se të bën mirë, të rish qetë. Mua më bën shumë mirë ajo qetësia ku më thot ai. Ai thot sikur të më thot, edhe hidhu që këtej se të bën mirë, unë hidhem. Kaq shumë besim kam tek ai. Ke Kështu shumë që unë besim. këtë gjë shpirtërore e ndjej kaq mirë kur kam hall, saqë Kthehesh te familja më shumë se sa kur ke ndonjë problem. Familjes më pëlqen shumë. Madje kur mora vesh edhe për Randin, jam mërzitur kaq shumë, sa që ty s'ta merr mendja, se unë të dy i du shumë. Nëse e lejmë çik të bisedë, se unë pa dashje. Jo, se dua ta pyes pak fare. Se unë atëherë u shikoj. Paga shumë një shpytje. Themi po nga që ka Mariana që lëre. Mi nuk besoj se ka që lënduar tani, se ke fol shumë herë për këtë gjë. Unë do të thuash një gjë më ndryshe. Pse më ndryshe? Ajo që kam thënë, ajo është e Jo, kupton një. thash më artistike. Më artistike s'ka Ndarje ndarje artistike. Nuk ka, jo. Ndarja është ndarja. Divorci është gjithmonë një divorc. E kupton dhe nuk është absolutisht në asnjë. Po tash veç me qenë kafsh, mos me dhim. Si. Domethënë ka një e di si është, nuk di ta them, është sikur okej, ti papritur e kupton gjendesh në anën tjetër të globit. Edhe aty duhet të kuptosh, duhet t'jesh i fort, jo i fort vetëm unë, po sigurisht edhe ish edhe pjesa tjetër. Dhe më thëmë, po aq e fort, sepse kërkush nuk do ta bënte me dëshirë ose me pavarësisht se ne themi, por ka diçka që është në thelb, nëse Mariana me Tanin, për shembull, janë akoma si në fillim, dhe dëgjojnë, dhe kanë atë gjën e vetë, jeta jonë ka pas shumë energji, shumë zhvendosje, shumë përplasje në kuptimin e koncepteve, sepse dhe ne ishim shumë të ndryshëm, domethënë. Por që t'ja dalësh kur je i ndryshëm do një pjekuri dhe një durim shumë të madh. Gjë për cilën as unë nuk e kisha, as pse më dukeshit si të njëjtë, se u mbaj mend që atëherë që dilnin bashkë, jetë natë. Normal me qenë do dilë me një tjetër Jo, nga profesioni duket si të njëjtë. Dhe është e çuditshme se dhe ajo është shumë e mirë. Domethënë të dy janë të mirë edhe. Ishim dy të mira që shtyeshin, në të vërtetë. Duhet të jetë njëri i keq që të. Po ke thënë Randi që dashuria mbaroi, dhe mua kjo frazë më ka bërë përshtypje, se unë nuk e di se si mund të mbaroj dashuria. Dashuria mbaron, po. Mua më duket pa limit dashuria. Për mua ashtu është. Po për Randin dhe për këtë dikë tjetër, po tulet. Jo, dashuria mbaron. Mbaron? Po. Mbaron. Dashuria mbaron. Mbaron në një moment të caktuar, do të thonë të sonin fare dashuria, apo mbaron se një sëmundje ngadalë që vetëm kur e gjen veten. Nuk di ta them, di të them që në një çift, marrëdhënie në çift nuk është vetëm dashuria. Marrëdhënie në çift janë edhe tekat. Janë edhe ti jeton kaq shumë sa bëhesh një. Neve kishim një koncept, unë mendoja që ishim një, e kupton, partnerja ime mendonte që jemi dy. E kupton? Në koncept që unë mendoja atë që do deshte ajo duhet më pëlqej dhe mu, edhe e mendonte ndryshe, ti e ti, unë jam unë, e kupton? Dhe çdo njeri është vetja vet, pra është një njeri. Dhe në raportin, në konceptin, midis si mund ta ndërtojmë jetën, qa është më mirë. Por ne kishim opinionet të ndryshme dhe vendosëm që unë ta jetoj jetën ashtu siç unë mendoj, dhe ajo ta jetoj jetën ashtu siç mendojmë, por ne jemi prap, e kupton, jemi prindërit e dy vajzave, të cilat duam ti edukojmë pikrisht me atë frymën që të gjejnë në radhë parë çfarë i pëlqen në jetë dhe me atë të merren gjithë jetën. Atë të bëjnë gjithë jetën. Pra të jenë në gjendje të kuptojnë edhe balancën
edhe disbalancën midis marrëdhënieve në familje. Por që asnjëri s'është i kënaqur, domethënë me thonë me burë, okej, maroj, iku, nuk është kjo. Kjo ka qenë, tashi ajo plag shërohet çdo ditë më shumë, Gradualisht. sepse po, nuk është më plag. Është një gjë që është aty dhe aty ka përqenë gjithë jetën. Shenjës? Në Para se ç'kuptim? shku plaga lë një shenjë? Si të dhe shenja janë dy fëmijë që janë Jo, shenjë në kuptimin të vret diku, ke një kujtim, ose një shenjë, një gjë. Po dhe është. që ta dallojnë të tjerët. Për shembull, unë jam me ty dhe shoh që ti je i trishtuar ende. Unë jam i trishtuar. Jo, nuk po flas. Jo, se nuk je i trishtuar. Është akoma ky shenjë? Është pak, ti je gazetare shumë e mirë. I gjen këto, po je edhe, domethënë, unë nuk e di se çfarë domethënë je i trishtuar apo i patrishtuar në momentin që më pyet a ka shenjë. Si mund mos ketë shenjë një martesë 20 e sa vjet? Po mirë pra, ajo ishte pyetja. Ja, ky që jam unë jam shenjë e asaj marrëdhënie. Tashi unë po përpiqem të rilind, si tush edhe t'jem prapë se kuptove. Në mënyrën se si kuptova unë. Shpjegoja pak më. E kuptova unë dhe ja dhash tash është detyra e kësaj ta kuptoj se si e tash unë. Unë e kuptova, por kam dëgjuar së fundi, për shembull, shumë personazhe të njohur që pasi janë divorcuar, thonë e shkuara ime ka vdekur. Do të thonë aty s'ka pikë shenje. Aty ka këtë. Okej, atëherë mund të ishte kështu, po shiko, nuk e di se sa të vështirë kanë pas ata që thonë se të thuash ka vdekur, do të thotë është dënim. Po, dënim. Megjithatë për mua, në qoftë se një martesë, në qoftë se nuk ecën, është si puna e një kancerit që ti nuk e heq nga trupi, nuk i fut bisturin. Në qoftë se ti fut bisturin, duhet ta heqësh kur nuk shkon. Është për të mirën e fëmisë, për të mirën e dy palëve, dhe kjo gjë është një diçka. Unë këtë vërtet e thash, por e thash jo plotësisht ashtu si kur dua unë. Sepse nga një anë edhe duhet ajo familja, ajo vlen, po kur s'është pasaj. Si e ke mbajtur ti, Mariana, familjen ka gjatë, një artiste me shpirt thjesht të lirë? Unë nuk jam e vetmja, ka plot, por po e them sepse unë edhe kam duruar. Domethënë, familja ime është një familje intelektuale. E ka fundamentale kultura e tyre. Sërgjyshi ti ishte mësues, gjyshi ishte mësues populli, babai po ashtu akademik. Edhe vetë ai ashtu është. Por në qoftë se ti do kapesh për gjërat më të vogla, e kap ku të duash. Kur të duash, njeriu dhe toleron. Edhe duron. Durimi është gjëja më e madhe. Shiko, Mariana e dha këtë përgjigjen që kur tha, nuk e di e kape ti. Apo jo, se tha, në makinë dëgjojmë njësoj, si që kemi në gjuhë, dhe do me volë e thot, ma mirë mos folë. Kjo është, e kupton, ajo harmonia për pra, ti nuk gjem fjallën, është prezenca e njëri tjetrit. Jo, nuk është vetëm ajo, se të ndodhin edhe situata në jetën e një shifti, që mund t'i japin fund një marrëdhënie. Por shembull, mund të ketë edhe keqkuptime. Mund të ketë edhe xhelozi. Po patjetër, xhelozi, unë kam qenë xheloze. Unë kam qenë xhelozja, domethënë nuk diskutohet. Po me kalimin e kohës vjen në vend disa gjëra dhe ne jetojmë të sotmen që fal Zotit jemi shumë mirë. Domethënë jemi normal. Po, ti ke qenë xheloze sepse ai nga që është tip pak, siç më thua, pak i tërhequr. Ai ka qenë shumë interesant, ai ka qenë në Tiranës. Po një njeri që ka studiuar jashtë në Gjermani në atë kohë, ne ishim brezi jonë në atë kohë ku ta gjenim që të kishim një njeri që siç ka studiuar ai dhe ishte fatim, kështu që detyrimisht që po më ke treguar një histori me atë bluzën. Kur të quante me bluzën. Po Randi ka shujtur stand-up comedy, bluzën që e vishja dhe i dilja. Si shkruante bluza? Të sharrojmë sa më shumë. Të sharrojmë sa më shumë. Sa më shumë, edhe unë e dija se ishte për dashurinë, edhe e vishja. Ishte italisht. Dhe ti e vishje dhe ai çfarë thoshte? Shumë e bukur kjo sharra. Unë është për dashurinë. E bukur kjo sharra. Është për dashurinë. E kupton ti sharra. Kjo ishte që mua më ra në kokë që atëre dhe nuk diskutohej që unë u martova dhe po i kam një pendes që s'kam bërë një fëmijë të dytë. Megjithatë,
pse nuk e bëre përtove, se kush e bënde një... Po me aq karaktere sa ka bo ajo në profesion, E kështu edhe ku ka di fëri e me bën me një bo kush. mirë. Këtë mendoj. Ndërkohë Erandi kthesh me një këngë. Për herë të parë në festivalin e këngës në Ardëshët, konkuron si këngëtar. Unë u habita, jo se u habita se unë e dija që ti këndoje instrumentist, si bie kitarës, po që të futesh e ti në garë. Nuk e prisja, më duk pak e çuditshme. As unë nuk e prisja. Vërtet, Thjesht po u kush e priste? Nga ne, e priste Mariana? Jo. Mondje, të mond Mancaku u bë, si të unë po punoj për një Për një one-man show, e di jo, se e kam dëgjuar. Edhe aty një kënë të përfshirë edhe krimtaria ime muzikore. Dhe në momentin që po gjiroja, po e rekordoja, po e hidhnim këngën me Mondin që ai ta ketë, edhe filloj të bëj ato orkestrimet për të punu me grupin, në atë moment, tha, më pëlqen shumë kjo kënga, tha, shumë e bukur, pse se fut në festival. Në festival, thash, e ke gabim, thash, stil krejti veçantë, është shumë e bukur, ka më thënë ato gjërat e veta që dallojnë kompozitorët edhe orkestrusit, edhe i thash, po mi më fute. Me kupto, do ta bosh boj vetë, është angaria jote, thash, unë s'do merrem më me këte, unë e kënoj live, s'di, kështu. Nuk e kështë frikën live-it? Po që frike ti thjesht live? Randi këndon. Shumë artistë si trëmben live-it, ata që janë këngëtarë, që njihen si këngëtarë. Shiko, unë në base nuk ja di rreziqet live-it. Se mund të ketë Por probleme teknike, si jo, po larg qoftë të ngjiret zëri edhe s'ke qa bë. Domethënë, këngëtarët e kanë profesion ato. Është njësoj si në më one man thosh. show pastaj, po të ndodhi një gjë e tillë. Jo, festivalin e shoh, pjesëmarrjen në festival e shoh si një gjë shumë serioze. Dhe kënga është shumë e bukur. Kënga është shumë e bukur. Faleminderit. Po të vendosur në front, siç thua në titullin e këngës. Në front është një njeri. Sepse njerëzimi tani është, ne mendoj që jemi brezi i fundit i njerëzve. Me emocione. Se po prodhon robot. Me përgjegjësi. Me të përgjegjshëm, shumë mirë ka Mariana. E kupton, me ndjenja. Dhe në front unë kam një njeri. Domethënë nuk kam. Po është një lojë froni me robotin. E kupton se ka njerëz sot që janë robot vërtet. Domethënë janë robot dhe bëjnë atë çfarë i dikton jeta, i dikton ajo puna, domethënë gjithçka, bëjnë një jetë robotike në përgjithësi. Dhe ky është roboti. Unë them që kjo është. Mua më pëlqeu shumë Vargu që më falë, se ma gjetet fakt semrën Rëmuj. Sa e bukur është ajo. Po. E ke krijuar ta? Po vetë kam kriju, më pse e ke krijuar vetë. Është gjithë koncepti, është ideja e një shtëpie. Nuk e vë në dyshim, sepse o krijon ti, o s'ka të dytë që ta krijoj. Okej, më falë, po jam i ndjeshëm ke kjo pjesa. Te kjo pjesa e Randi shumë bukur. Ja, e di pra, e di. Rëmuj, mu më pëlqen që të luj me kënga, mendoj që tekstet e këngëve nuk, po t'jem poezi, bëhen shumë sofistikohen. E kupton, një muzikë e bukur me një poezi të bukur, pra se unë kam parasysh tash ne jemi interpretuese dhe dim shumë mirë që është poezia, kur është e bukur. Poezia është më vete, ka muzikalitetin e vetë, është ekstrakt shpirtëror. Nuk mund t'ja vesh një poezi të bukur, t'ja vesh një muzikë mbrapa, se ja ka muzikën e vetë, meriton. Këngët duhet kenë, e kupton, fjalë të thjeshta, fjalë të cilat mos ta konkurojnë muzikën, por t'i ngjishen asaj t'i bashkë ngjiten dhe të dyja bashkë bëjnë atë që dominon muzika, dominon edhe fjala. Ma fjala është e thjesht, duhet t'jetë thjesht, ta maj men njeriu. Çfarë ndodh? Dhe unë në përgjithësi më pëlqen se a shumë buron. Për shembull që thonë shumë, kam pas debate për pjesën poetike të është debat prej vitesh. Rëmuj, e kuptoni ç'është kjo që rraqe. Si po e thu rraqe? Është me bukura. Rraqe pra. Sepse është e vërtetë. Rëmuj. Unë me një fjalë rëmuj, ty të kam dhënë me kuptu si njeri, si dëgjues, që nuk ka më
më keq se rrëmuj. Shumë e bukur. Dhe gjithë thelbi e kundërta e rrëmujës është sistemimi. Ja, Në të fund- thoje ti, më falë se ma gjetë zemrën të sistemuar. Dhe ishte? Po, do s'le ishte thosha më ndryshe. fare. Kot fare. S'le thosha fare. Kot fare. Nuk e një mundë. Dhe e gjithë, edhe performancën e kam menuar çik shumë, domethënë në mënyrë simbolike që e kam lënë në dorë të aty kush të doj ta kuptoj, po kam edhe një kod aty. Një kod që duhet ta kuptoj publiku, Publiku absolutisht do ta kuptoj, natyrisht jo të gjithë në mënyrën, sepse kënga është si paga shumë, si që është piktura, se cili e komenton në të ku i dhëmb. Po, më duket pak si Leonard Cohen me një këngë? Po, atë unë e kam shumë E ke? Jo, janë... Është një këngë e ti, e xhiruar në pyll, që fillon me një, nuk po them që është e kopjuar, është frymësim. E kam gjetur? No. Jo, nuk është, tash se the për zërin tim edhe për gjendjen. Unë jam natyrë shumë romantike. Ndikimi është sigurisht ke të gjithë këngëtarët e atij lloji. Po themi, nuk mund të them Phil Collins apo Leonard Cohen, nuk i vej dot në peshore, se secili ka veçantinë e vet, ka atë individualitetin e vet. Po romancën e vet, janë gjithë romantik, e kupton në fund. Dhe them që unë jam Eran Sojli, kaq. Edhe ashtu si e ndjej unë atë gjën, nuk mund ta ndjej as Leonard Cohen, as kur kush tjetër. Në fakt është e vërtet se kur krahasohen me këto këngëtarë që janë botror, thua ka diçka tek zëri yt. Kur do ta dërgoj atë këngën ta dëgjosh. Është rastësi e universit, patjetër. Patjetër. E sigurt, por që ka diçka mënyra e të kënduarit, mua më ngjason me Leonard Cohen. E ke të preferuar? Po, patjetër. Po patjetër. Kush nuk e ka të preferuar? Leonard Cohen është kapsh, nuk merr vesh. Po. Sidomos muzikën e natës e ka. Ose është AI. Mund të. Ke provuar ndonjëherë të këndosh? Me Randin në një çfaqe. Me Randin. Në Vaudeville kemi pasur një. Po. Mariana këndon shumë bukur. Këndon bukur? Por nuk e merr përsipër atë pjesë, e kupton, sepse. Po pse, ndoshta ka nevojë për një shtyp? Jo, shtyje sa dush, sa herë kam shtyju në deshkaranga skena prap s'ka kënu. Tani ju të dy bët të njëjtin rrugëtim që ishte ferma. Po. Aty me kafshët, me njerëzit, dhe që dhe ti takove një lop të bukur që ishte më e bukur se sa vajzat të çuk e thënë, më fal. Se sa kush? Se sa vajzat aty. Se sa disa nga vajzat. Aha, lopa, po, lopa ishte shumë e bukur. Si quhej e lopa? Nuk i kisha vënë emër. Qofse ne kemi patur Murra. E para. Murra ka qenë. Murra i thoshim. Murra ishte e njëjta, ose është emër Murra i thosh. artistik i lopës. Nuk e di, Murra. Unë me thonë drejtën, nuk jam shumë familjar, nuk kam qenë me kafshët, me gjonat, se jam çun qyteti. Pra, Sojli. Edhe nuk e ka pas. Që emri dukesh. Orandi, e ke shumë gabim këtë që e thua. Ta kam dëgjuar dhe një herë tjetër. Pse? Ferma, nuk do të thotë që ti je djalë qyteti, nuk merresh. E kuptoj, nuk e kam kjo në atë kuptim. Base nuk shprehem. Në Amerikë gjithë të pasurit me fermën merren. Për të hequr për sistemin nervor, për relaksin e trurit, të gjithçkaje. Unë po them në marrëdhënie, në raport me kafshët, unë nuk i njoh. Kjo është gjëja në këtë. Po bra, po jam çun qyteti the, nuk. Po çun qyteti se me një qytet nuk majm lop. Çfarë them unë? E kam në një kontekst tjetër. Okej, nëse keq kuptohet, unë kam fjalën që nuk i njoh kafshët, nuk i njoh punët e bujqësisë. Nuk i njoh. Okej, po aty prandaj ishe për të mësuar ato. Po pra, aty mësua, dhe ishin vërtet interesante, por ishin shumë të lodhshme. Ishin të lodhshme. Ishin shumë të lodhshme. Vetëm kur vinte ai momenti drekës që do gatuash kur i mblidhje ka shporta, patligjanë, domate, ti mblidhje se ishte zonja e shtëpisë. Edhe kur i mblidhje ato dhe bëje drekën, ajo ishte një gjë shumë e bukur se ti mbillje me duart e tua. Ju ujësje, prashisje, kishte vështirësi kur i vija ato fidanët, rjesht më rjesht, ajo ishte shumë e lodhshme, ose të nxirje lopën, lopa mban një herë
Nëse të tmerrshme duhet ta milje qumshin, pastaj ti pastrosh vendin aty, ajo është e tmerrshme, ajo është pu. Ama ja merr dorën edhe Dhe ju bënit punë realisht aty. Po patjetër. Aty ishte gjithë sfida. Po. Po të cilën kishe punën më të vështirë? Në lidhje me Të merresha mbarvajtjen me e njerëzit. Efra, Ato e kisha punën më të vështirë, me thonë drejtën. me cilin prej tyre nuk u more vesh në asnjë moment edhe sot e kësaj dite që jemi bashkë. S'kam njeri që si jam marrë vesh, se unë po desha me u marrë vesh merrem. Në çdo rast. Po me cilin u bëre shok? Ose shoqja? Shok me të gjithë. Me të gjithë. Me Elinarën pak më shumë. Ore çfarë ndodhi me atë muhabetin e Elinarës? Po që mua bet me, neve sigur ndrum nishanet me Elinar. Po në Korçë më shkon për Elinarën? Ja po si të në Se Korçë. Elinara nga Korça është? Po, Po, nuk e ndisha. mos Nuk shkoni e di. takoheni andej në shetësi? Po ças bëm aki në Korçë? Në Korçë që nuk ndodhi, atje isha në Leskovikun për shembull. Po isha për punë tjetër. Pse nuk u bë çift? Unë nuk e shikoja fare si çift ty, po hajt tash. Nuk na shikoje. Jo. Jo. Nuk e di ti i pe. Ja, edhe unë shikoja, nuk e shikoja. Elinara është femër shumë kinge, interesante, po nëse ajo aty është me të ndjerë. Jo, është ka një gjë që ne e kemi shumë të vështirë të pranojmë që midis një mashkulli dhe një femre mund të ketë, e kupton, një miqësi, mund të ketë, e kupton, Jo, Por jo ne të nuk e shtyhet- kemi Jo të problem. shtyhet më tepër. Dhe kjo është si vjen, në qoftë se ne të dy do të futemi në fermë dhe do ngelim ne të dy dhe ti do jesh më e bukur aty mren, e kupton, normal, me ty do bëhem shoqe, me këtë do bëhem shoqe. Po si Me shtë matë puna aty, shëmtutit, po ju u komentuan se kur ishit po mirë pra, ajo është E bën- pjesë e e krijon lojës edhe mediatike, romance. tash ne i Elinara dim është ato, femër shumë Elinara kinge dhe është, shumë- e kupton. Se po e them në gojë, megjithatë ne po e lavdrojmë. Patjetër, Është shumë bile e mirë, gëzuar, ti urojmë gëzuar, Gëzuar. festa. Interesante madje si dhe unë e mbaj Elinara është një karakter i veçantë, e kupton, që nuk e gjen në siç është Mariana, për shembull, që është e veçantë në llojin e vet. Nuk i has njerëz si Elinara çdo artiste ditë. dhe Elinara ka qenë të parat rockere në Patjetër. vitet 90, kështu që Patjetër. nuk ka qenë Patjetër. Po kot. gjithë ishte një aty Piktore. kishte një piktore. Piktore, Pikturon bukur, këngëtare, po, po, po. të gjitha. Është Edhe kështu shumë koket. Është pamja, portreti i saj, piktura femërore që ti do doje që do doja ta, ta futje. ta puthja. Klodi. Po, pse jo? Për shembull, Puthja tregon. po më S'ma do mundja që të tregon që mund ta dush. Është respekt. Ka ndodhur për të qesh pak, ju Qesh, jeni dhe sa aktorë të dush. shmëgjeti, mua. Ju të bëni të bëni për të qeshur vetëm me mimik. Mua më ngeli ajo fjala puthje, më përgjysmua. Për gjë pu, po se nuk del asnjë. nuk del ajo. Puthja është shumë e bukur. Tash jam duke lexuar një libër edhe ke puthja ishte edhe kjo se mos më dali nga mend. Kafkën neve e shikojmë, e kemi lexuar në propozicione shumë vështira, madje edhe perverse, edhe po nuk e di. Këtë që po lexoj tash që është fundi për librin dhe dashurinë që ka ai për Milenën, për të dashurën e vet. Po çfarë përshkrimi i bën ai asaj dhe gjithnjë e ka ke puthja. Një përshkrim që çfarë të them, një dashuri tjetër gjë nga gjërat që i kemi lexuar në ato që shkruan për filozofirat Po, filozofisë e ka pak dark, pak të Ai errët. ka të errta dhe Po, shumë të frikshme. Tani e lam të putja, ta them të njëherë fjalin. Po, Randi, mua e të shpëtoj Klodi. jo, Një e puthur me jo, nuk jam puthur. Nuk është Elinara puthur. shumë, jo. Jo, Do nuk doje e- të puthesh? Po, do doje. Është një puthje mbetur peng, apo nuk ndodhi dhe Shiko, ne nuk kemi pengje në se po të ngelesh pengi një puthje, e kupton, s'besoj as unë nuk besoj as Elinara. E kupton, sepse ne jemi dy njerëz të lirë që në momentin që do të na duhe një puthje, jam i sigurt që do Po të t'ja kishë jepim momente njëri që u tjetrit. puthja të Randi. Si E pra, Se që bëje ja, ca gjëra kështu. se që bëje, po. Me kokën kështu, edhe fap e bërë.
Po më thuaj, po thuaj. Po që ti them po, për qartë të them, ne po flasim për një njeri konkret. Po që është kjo, ne them po e kam puthur. Se s'po kuptoj. Qa do t'i them unë, e them unë. Po jo, po jo pra nuk e puthën, po them. Mua më shumë më shijoj, jo së puthat. Nuk Okej, mua më shumë më shijoj. Tash nëse i thu puthje në faqe, po mirë pra, Jo, po në faqe, në buzë, edhe puthje franceze. Ori se kam kryer përshtypjen që ti ishe francez pak nga origjina. Ka lidhje? Po, e kam babajn francez. Me pasaport. Jo me origjinë. Me pasaport. Po dhe vetë, jam amerikan. Mirë. Gëzuar. Gëzuar. Tani Rina dëgjoj mua dhe Mariana se çfarë do themi për puthjen. Mariana ka puthur një aktor shumë të famshëm që quhet Robert Ndrenika. Robert Ndrenika? Si ishte ajo puthje? Robert Ndrenika. Tani të erdhi rasti ta përshkruash si Kafka. Si Kafka. Si e përshkroi Kafka? Përshkruaj edhe ti puthje. Po s'kam që të Si e bënte ajo? Ishte kështu ashtu. Si e po taj, Jo, Kafka. Si e përshkruan të puthjen, me shumë epsh, me shumë pasion. Po, tani që pyt, se kaluam tash me Kafkën e me... Si puthen njerëzit. Unë nuk di të puth klo. Unë puth vetëm nëse është puna për rol, edhe unë puth. Është si Mariana. Edhe unë si të puth. Le që kam harruar jërë që... Gëzuar. Hajde gëzuar për puthjen. Njerëz puthuni sa më shumë. Idhni kupa, puthni qupa. Edhe qupat të puthin qupa? Po, qupa, tash. Imagjino qa kohë kemi arrit. Kjo është më në mod tani. Po, larg qoftë. Që puthen me njëri tjetrin. Ti ke përgatitur një tavolinë shumë të lezetshme. Po, fillojmë nga shpon pak, Pas gustos time. është me porositë e Ramcoilit. Kjo, po se ky e ha, fix. Ky ha reçelin me djatin. Po, i ke qef për reçelin me djatin, ka një histori? Jetëm I kombinon me verën. Ate kur pi me verën, me ato kam qef verën. Po me Frederik Ndocin qa hanit aty? Nuk jam puthur me Frederikun. Me Frederiku tentoi disa herë të më puthe, por nuk... Në errësirën apo në dritë? Në errësirën e natës. Ose në... Sepse unë isha në mes të Frederikut dhe Elinarës. Do me thënë isha unë. Po të fleja me kokë nej, shifsha Elinarën. Se kisha një të kekro. Kthesha me kokë nej, shifsha Frederikun. Të dy ishin të bukur. Elinara ishte pak më e bukur, po Frederiku kishte bo... Kur u kthesha nga Frederiku, mu dukte vetja se po flesha në Varreza. Pse do të se Frederiku e kishte shkrujt aty. Frederik Ndoci, lindi këtu, atje, e kishte dhe thote varri im, thote. Ashtu thote. Ashtu thoshte varri im? Ashtu thoshte, po, varri im. Ori, ku pse e ke bon atë? Se ky është varri im, thote. Ai është në ato që ka përgati varrin para se të... Ashtu e kanë ato nga Shkodra, edhe ti ka kurti, ka përgati varrin me ko. Nishe shumë interesant, e hitë atë qylymin e hitë me thek në kra. Edhe ishte fape, shikon të kur qoshe në gjes me atë qylymin, si kontrol. Nese, të shqipegojmë të marojmë të punën me Rikun njerë. Se mos keq kuptojnë njerëzit. Po, se njerë mu kujtojnë që jemi puth në Varreza. A je puth apo si je puth? Jo, më si jam puthur, si mund puthem? Mua Rikun ka thënë që je puthur. Po Riku, në qëpëse e thotë Riku të puth. Riku t'jep të një dy kokra në mje. Qa kokra shma? Ku t'i gjohën thote, a dhem s'ta mako t'a marsha? Po, se e qiste, apte i qonë të modhe. Mas asaj qonë të smodhe, kishte mrejna i qonë të vogël. Kjo qonë të vogël, apte ate kishte i lëndër. Më falë, se shore vonë kur të trasë më fishin Viagra, dhe u ajete në pikë të menqesit. Fyqa none. Viagra ishte ferma aty, mo, leve. Si qa nevojë kishte për Viagra aty, Ne të fletë në për Varreza. Që kalmeti i mirë shumë. U putha se u putha me Rikun? Po jo, pa tjetër që nuk u putha. Je putur në qeftas randi, po kamera s'ka kap. Po pra, unë këshu e di. Je putur në qeftas, kamera nuk t'ka kap, dhe ti nuk e thua. Nuk e di mba se më ka puthur Riku kur unë se mbaj mënd. Riku të përshëndesim, gjithsesi nuk jemi puthur, pavarësisht që mund thotë Klotilda. Riku kujdes qylymin. Po që ke flet ke Varrezat ke flet. Ate
Sa mohojmë dot. Tani, e vazhdojmë që historinë e Robert Ndrenikës e putjes me Bert Ndrenika. Se na e ndërpreu Erandi, se u bë gati të thoshte jam putur edhe e drejtoi në momentin e fundit. Bertin edhe unë e kisha puth. Vërtet? Me thonë, është aktor i madh. Nuk me kemi, atë e kemi, nishan, atë të kesh një puthje me Bertin, mi se ti se kupto se si era aktore. E kupton? Po ti je aktor. E kupton se fakti që i di gjitha. Për fakt u bëra aktore. Okej, nuk e di unë, po. Marrëdhënia ime me Robert Ndrenik është një marrëdhënie fantastike. Dihet që Bert, jo vetëm me mua, po me gjithë sigurisht që ai kalon shumë mirë. Jo që është putur me gjithë, po ne kishim rolin për të putur dhe ishte hera parë që unë beta, edhe mbeta kështu se nuk e dija që do putheshim. Por ja po shikoja ç'ke tha regjizori Leka Bunga. Ndje si ketë shpirti se s'është më në këtë jetë. Edhe unë beta, çak, aksion. Dhe ajo më tepër bë aty, edhe mbaroi ajo. Edhe Berti, duplin e dytë, thaj. Berti tha, e maja bëra kështu unë, dhe me ke, e di. U bë dhe e dyta, u bë dhe e treta, po tashi, uaj, thash unë lëre, mos e pyet. E di, tha që edhe unë e ndjeva, tha se, se qëta, se mora vesh, edhe unë hajt e plotësova atë kërkesën e ti, po i thash. Okej, ti ke bërë puthje artistike? Pra, ke puthje reale, jo dua të di dhe kë ke puthur në ndonjë film ose teatr ose... Po çana ka rastisht, çka kemi, unë kam puth kur ka qenë... Apo i ke refuzuar puthjet? Po jo mi pse si refuzojmë, ai është profesioni. Kam intervistuar shumë këngëtar, më fal. Është profesioni. Kam intervistuar shumë aktor, po, të cilët thonë jo, s'jam gati ende për një puthje. Është gati ende për një puthje, po. Nuk meritojnë fjalën e emërcimin aktor. Për mendimin tim. Shiko, ka një gjë, në skenë aktori duhet puthi 10 fish më fort se sa në jetë. Ja, e shikon? Jo, Që duhet ja bëja këtë pyetje? Okej, dhe të puthesh, puthja është kod për spektatorin. Pra është shprehje dashurisë, është gjëja më sublime, puthja. Dhe normalisht, kur je dakord, është tjetër punë se si ti komunikon me partnerin, se si ti vendos ta dinë, sepse ne kemi gjithmonë ndërgjegjen, dhe një puthje, e kupton, skenike, nuk mund kur të deportoj dhe të bëhet se është një puthje për punë. Puthje për punë. Puthet njeriu vetëm me qenë zhigolo ose prostitutë, e kupton që të puthesh për punë. Por ajo është një gjë shumë e madhe dhe unë gjithmonë kam kontestimin tim kur vjen puna ke gazetarët, për shembull, kur pyesin për puthjen, kur ngacmojnë për puthjen, sepse ai është një nga elementet më të vështirë që kanë aktorët, sepse dihet se çfarë është puthja në të vërtetë. Por në fakt është ashtu siç e the ti. Është ajo që the ti. Është punë, më është njësoj si të vrasin në skenë, ti do bish, do rrëzohesh, do shkrepësh pistoletën, do ta shkrepësh, sigurisht me plumba bosh, po ama ti ke bërë një kontrakt të heshtur me spektatorin i cili e pranon, e di që ti se vrave me vërtet, kur vjen puna. Ashtu dhe spektatori e din shumë mirë që ti se puthe me vërtet. Pastaj, kur e shohim puthjen, e banalizojmë dhe e shohim thjesht në kontekstin e 4 buzëve në aspektin fizik, po 4 buzë janë ato që komunikojnë, kupton? Edhe. Pra, është absolute kjo pjesë që unë nuk besoj që mund të ketë aktor ose aktore njësoj që të shfrytëzoj një shfaqje, një moment, një skenë për të arritur një kënaqësi fizike. Është, domethënë, nuk e di, kështu e shumë. Është gjë tjetër kur janë 2 aktorë që duhen, për shembull. Unë me Rinën në skenë nuk kemi puthur kur, ama unë kam qenë regjizor dhe i kam thënë Rinës që duhet puthte dikë tjetër. Ke shtëpia me rrota? Po. Ke shtëpia me rrota? Jo ke shtëpia me rrota, ke të vdekurit cillin fat, ka qenë një që ka vënë Zhaku. Në Elbasan, po. Do më thënë dhe problemi nuk e kishte Rina, e kishte partneri Rinës. Kush ishte aktori? Partnerët e ka qenë Andrea Lekaj.
E kupton, ai thotë mu, si më ta pu thotë të më, ore ta puthesh, do ta shohin njerëzit atë se ka të bëj me momentin, sepse ti e emocionon spektatorin, e irriton dhe duhet ta irritonte. Gjëja që vinte mrapa ishte pikërisht ai mendim që priste spektatori. Dhe nëse spektatori nuk e shifte se mbas asaj ndodhte një gjë shumë e madhe. Pra, kur puthesh në skenë, mbrapa asaj duhet vi diçka që vërtet ta justifikoj puthjen. Por nëse pudhesh kot edhe s'ndodh asgjë mbrapa, pra janë efektet janë efekte dramaturgjike këto, domethënë të cilat tani duhet gjithmonë të për ta thyer pak bisedën, do na këndosh një këngë, se për këngëtar të kemi marrë sot. Sot jam këngëtar unë. Si këngëtar është? Për këngëtar në festival të Festivalin Radio Televizionit Shqiptar. Sot ke ardhur për këngëtar, do konkurosh, do shkosh në Eurovision, po fitove, kështu që Po, mendon që do fitoj? Do fitosh, po. Do fitoj? Se jo, po. Si thoni juve? Ti që e ke dëgjuar këngën. I ke dëgjuar dhe këngët e tjera. Ma kujtojnë që vetëm refrenin? Këtu jam unë, rije më flet çdo natë, të gjithë njerëzit që gjete në zemër mi nxorë jashtë, ende ze dritën e shpirtit tim, aty pash sa rrëmuje kisha zemrën, si kam jetuar unë pa ty, aty pash sa rrëmuje kisha zemrën, si kam jetuar në rësi. Ja, e bona dhe provën para se më. Himn dashurie, tani do na interpretosh një këngë për të fituar. I bie të bën një uroj me gjithë shpirt. Shumë të gjatë. Se si qysh tek. Çka më ndan të ndosh tani? Qa këngë dëshironi ju? Këngët e tua, ose një këngë që është ndër të preferuarat e tua? Raspardi maleta Njerëzia mas po dalin do të se rruga është e shkretën. Dalin do të se rruga është e shkretën. I ka shëdesa të me, I ka shëdhe ty e ti, se vajza mbushi është 10 vjeç dhe duhet Jo, never, mos o zot. Ashtu ka qenë korat për Sara. Në fakt këndova unë, Randi nuk këndove ti. Po. Edhe burrat qajnë për dashuri, po nuk janë si gratë, qajnë në erësi. Edhe burrat qajnë për dashuri, po nuk janë si gratë, qajnë në erësi. Për qarë vërtet. Po shto bëhet me ne të dy, kur të shihemi në sy, pas kaq vitesh të kërrusur, do të them je prape bukur, sytë e tu s'do jenë më kështu, zëri yt s'do ket fuqi, por unë prap do të dëgjoj me të njëjtën dashuri, me të njëjtën dashuri. Edhe burrat qajnë për një përqafim,
O ndryshe nga grat kur gjelozohen pi edhe burat qajnë por një për qafi O ndryshe nga grat kur gjelozohen pi Po shdo bëhet me të dy kur të shihemi në sy Pas kaq vitesh të kërruzur do të them je prape bukur Sytë tu s'do t'jen më këshu Zëri yt s'do ket fuqi E unë prap do të dëgjoj me të njëjtën dashuri Me të njëjtën dashuri Na futën melankolizëm e rand. Se qajnë dhe burrat, se ju kujtoni vetëm juve qani? E qajnë dhe ne? Qani e rësirë? Në rësirë, qajnë qeftas. Qajnë qeftas, po Jo, unë qaj Po, se kam problem. Jo, s'qaj për më qeftas fare. Unë qaj, unë kur qaj, kur më vjen të qaj, është shumë më bukur. Se qash se sa të qeshësh. Meshkujt janë më të dobët se sa femrat. Atë se di, më i dobët, kështu, nuk e di. Më të dobët janë lërë, se diskutohet. Veç shumë në duken, sidomos me kalimin e kohës, sikur dobësohen edhe më shumë. Tashi, atë... Po dobësohen, po të bimë dashni, dobësohen, myten, barohen. Se burrat dashurojnë me vërtet. Gratë kalkulojnë. Hetë kundër të në rand. E ke gabi. Ja. E ke gabi. Unë nuk e di, nga... Femra dashurojnë burrat, strafojnë. Ja. E kalojmë të temë, Leta vendosi publiku. Leta vendosi publiku. Unë mendoj që një burr kur dashuron s'ka mo kështu gili-vili të rivali. Kurse femra është gjithmonë e përgëdhelur. E kuptoni kudo, e sado që t'jetë e dashuruar, prap kalkulon, e ndjen vështrimin e dikujt tjetër, i ndjen gjitha gjërat femra. Edhe i pëlqen. Kot se ka futur shejtanin shishëm? Atëre qa më thua? Do të thotë që meshkujt janë gjithmonë më të sinqertë se femrat. Po pse flitet që meshkujt janë ata kryesorët që tradhtojnë, që bëjnë prishin familje? Po. Ashtu thonë se e thonë femrat. Ama, shi. Është një namë që kanë dhirë femrat. Po, besoj. Nese, ne nuk flasim, shikon, nuk ka pyll pa dera. Po flasim në përgjithësi, po. Si djali i një artisti që këndonte te liçeni. Që të kam mësuar babaj për të qënë sa më, se thuar sa më artist në shpirt, dhe rezistentës në çdo kohë. Kjo pjesa e rezistencës nuk më kam mësuar. S'të kam mësuar. Jo, më ka thënë shijo çdo gjë. Shijo dhimbjen, shijo gëzimin, shijo everything. Ajo të bën artist, ajo të man njeri. Në fakt njeriu, në falë, duhet i preki këto. Në qoftë se nuk i prek, qoftë shqetësimin, qoftë dhimbjen, qoftë dhe gëzimin, vetëm kur i prek këto e ndjen atë që ti je i lumtur ose ti je i shqetësuar. Lumturi nuk ka, por e ndjen diçka. Lumturi kemi patur ne, kur kemi qenë në kohën... Vërtet? Ka ekzistuar lumturia vërtet? Po, në atë kohë ka qenë lumturi se ne gëzoheshim, blinim një frigorifer dhe lumturoheshim. I shkonim tjetrës për vizitë, merrim një pako llokume nga ato që i kishte brenda 15 copë, dhe ajo pako e llokumes shkonte ke Randi ma jepte mua, unë ja jepja, nuk hapesh ajo. Me ato tëk dhe e bëm qokën, thonë, ishim krijuam. Ajo bënte xhiron e gjithë shtëpive. Në të gjitha vendet. Merresh frigoriferi, merresh lavatriçja. Kur erdhën se ato, fillim fare s'kishte, po ishin ata e vitit 3, po që mbidheshim që gjithë bashkë. E merrnim atë dark modeste, por ishim të lumtur. Shikonim televizorin, doli ky në televizor dhe rinim të gjithë, edhe diskutonim të Po ndërkohë ti dilje vetë në televizor. Ishe personazhi nga ana tjetër e ekranit, kështu që ti e ke pasur ndryshe lumturinë nga ne. Po edhe të nesër, edhe po flas pak më përpara, kur dhe unë isha e vogël. E ndjenim atë si thuash lumturinë, patjetër që ndjeshe. Ose sidomos vizitat, ose kur shkonim në plazh, 15 ditë ato gabinat ishin paqazez. Dilte miu ne merrnim me lanim, me pastronim, edhe bënim plazh. Çdo gjë kishte kuptim. Mariana, si e ke përjetuar ti famën e madhe pas ndryshimit të sistemeve me Nafijen te gjuetja e fundit? Merita është palikuke.
Pali Kuke të zgjodhi për atë rol? Pali Kuke. Shkrimin e ka bërë, tekstin e ka bërë Filip Çakuli me Koço Devolen, ama Pali ishte ai që më orientoi në disa lëvizje. Në fillim unë nuk e doja atë rol, pastaj kur e lexova për herë të dytë, thash e njerë. E kam xhiruar dhe ishte vërtet një... Ishte ikonik. Ishte ikonik si rol. Të nesmen filluan, të gjithë. Ja, një nga këto është dhe kjo, ku ky se u dha për vitin e ri, ku ne rinin të gjithë përpara televizorit dhe të nesmen, unë ndjeja atë kënaqësinë që kjo që kaloi, kënaqësia e artistit që me zipret. Ne këto presim. Ti ti bie asaj gjës? Me thënë vërtetën, ka një 15 vjetë që si kam. Me thënë vërtetën. Jo, nuk dhja ti bie asaj gjës. Bile, po i bia shumë shpejt, bam, ku më tha jo gruaja atje, nuk i bie dy bekuta, e shpejta. Dy bekuta, duhet ketë një lloj kohe ajo që ti biesh, që të bëhet përpunimi gjalpit mirë, sepse është qumshi, duke e rrahur shumë mirë ai qumshi përpunohet bëhet dhe bëhet del topa. Po ta bësh shumë shpejt jo. Ka ritmin e vet. Ka, edhe ne ke ferma ishte kur ishte puna dy bekut. Se dhe ju kishte dy bek të ferma. Po, ja vum. Në një gjëm duket keni bërë dhe ju se Po, Alba e tunte. Po, nuk tunte atë. U tunte vet edhe Bek bënte me muzika, jo. Po, pra. Edhe nxori një gjalp në 18 kg qumësh, ajo nxori 2 gisht gjalp. E po do është shumë e lodhshme, krau të mpijet. E bënin, vajzat atje e tundnin Mariana me muskuj të gjitha. Unë mendova se kur hyre ti, do të me që u kthyen dhe njerë të firma, se e harrova ta bëja këtë si pyetje. Kur hyre ti, thash do fitoj raundi. Nga të erdhi kjo ide? Po nuk e di, thash, vjen nga Amerika, është artist më komplikuar se të tjerët. Edhe thash, raundi të ardhë për të fituar. Se nuk fitove, zotori? Nuk fitova unë, nëse do kisha fitu unë, Shqipëria do ishte ndryshe. Sepse unë e kuptoj që nuk mund të do me thënë, ne lujmë, jemi përballë në një, unë luj shah, të tjerët luajnë dam. Dami është më i thjeshtë se shahu. Shahu do mënd. Do po, patjetër. Edhe unë u përpoqja ke ferma me lujt, jo me lujt, po me fitu me të mirën. Nuk luan dot. Po? Nuk luan dot. Kur futesh në këto ambient thua që do shkoj të luaj, po nuk luan dot. Aty ka shumë kamera, ka shumë gjëra. Çfarë ndodh vërtet? Që aty bëhet e vështirë loja, apo nga që ke përballë konkurrencë që nuk janë në nivelin tënd, mund të jenë pak. Shiko, është njësoj si të kesh të bësh me një njeri që nuk kuptohesh psikologjikisht, nga pikpamja në çdo gjë. E kupton, ai që ti diskuton është flet për petulla, ti flet për reçel, po themi. Domethënë është kote, edhe këto formate prandaj janë kështu, e kupton që të krijojnë përplasje të mëdha. Një njeri do fitoj, kështu që detyrimisht. Patjetër. Mu më bëhet qefi që fitoj Big Basta, dhe e kupton sepse është një mes midis të gjitha, pra është një balans. Është një mesme. Është një balans. Po, e art nuk e din, po. Artistëve, po edhe jo, e mesnar që përdoret si term. E kupton, pavarësisht se ala mendoj. E kupton që nëse Elinara nuk do kishte dalë, mund të fitonte Elinara. Mund të fitonte Elinara me ekstravagancën që kishte, me të vërtetën që kishte, me natyrën e saj. Do më thënë, mendoj që femrat shqiptare e përkrajnë shumë më shumë një femër si femra shqiptare është fantastike. Se sa meshkujt shqiptar, meshkujt nuk e duan një çunë të shqut të fitoj. E kupton? Kurse femrat e duan modelin e bukur. Do më thënë, ky është një... E duan me gojë, thonë që demek jemi feministe. Shiko, xhelozia femrore nuk ka të bëj midis femrash dhe ka të bëj me modelin që duan femrat. Pse? Femrat e thonë këtë gjë. Duam me fsesh femra, se kështu ande e thonë. Realisht ato është e kundërta e asaj që thonë. Jo, unë mendoj se çdo femër do të jetë e lirë dhe do ta ketë lirinë e Elinarës për shembull. Jo,
Unë kam lirin time, s'kam se të Po kem ti Elinarës. nuk po flas Jo, mirë ka Mariana, se në kuptoj. nuk ka Elinara liri aq mbresë lëndë. Jo, e thash si Domethënë që ta nuk e thash. Se thash aty të lojë, jo. E Nuk thash ishte. për Bilesi ishte me shumë dhoni e kurrë. krahasim. Për me bo diçka qarë mund pëlqejnë femrat, ke një femër, dhe femrat kur kanë një model më të mirë se veten, unë s'po them që Elinara është më mirë se ju, se se cilës, por nuk janë të gjithë. Kur kanë një model më të mirë se veten, e duan, e pëlqejnë. e pëlqej unë që jam jashtë. Po. Aty që e brënda ta zënë qofë se shkoti brënda nuk e pëlqen. Jo, unë s'po them Unë që e aty shikoj nga mrenë. jashtë, kjo është Po, më e pra, mira. unë për këtë po them, ato që e shohin nga jashtë, nuk po Po flas dhe për ato nga mashkulli e mrenë. shikon, ku shikon një mashkull që është ky është më i mirë. Ka rregulla, rregullat kanë vdekur. Ka rregulla. Ne po kur diskutojmë si me qenë, unë mendoj që është kompetencë e psikologjisë, shkencave, Jo, po kur ishit ju në nuk është Fair, shejona. flitej që mund ta fitonte Elinara, domethënë papi ta Jo, mendoja diskutojmë për nga Randi, kështu. për shembull. Jo, u tha nga fundi lojës, që mund ta fitonte Elinara jo për lojën e saj, po thjesht se dihet kjo strategjia e produksioneve që ja kanë thënë një djali një vit më parë, siç ishte Dionisi. Dhe do t'ja jepnin pasaj një vajze që ishte Elinara dhe që kishte një histori personale e divorcuar me dy vajza me. Domethënë që është historia e jetës që e bën personazhin në këtë rast. Po për lojë Elinara, për mua, lojë, nuk e di se këtë lojë. Për prezencë në Fair nuk e kishte sharmin e fituesës. Tani unë dua që të provokoj që ti ta mbrosh edhe Unë, të të fus në shiko, kurrë. unë Besuar. Jo, se ishte kjo ishte kotë, s'do më E marrë vesh, po Elinara. nuk e kam ke pjesa e është apo s'është fituse, sepse syri me cilin i shikoj unë njerëzit është i ndryshëm nga syri me cilin i shef ti, me cilin i shef. Po pra kjo është. Prandaj s'ka rregulla. Unë për vete jam kaq po themi, le të themi, i suksesshëm në punën time, sepse unë shikoj gjëra që nuk i shikojnë të gjithë tek njerëzit. Pra, nëse dikush shef ke ty diçka, nuk e di, një gjë që ke ti më të theksuar, unë shoh një gjë tjetër që nuk e shohin të përfaqëson, po të cilën nuk e shohin tjerët. Dhe në këtë kontekst, unë dhe më shu si shohun ato që kam paun ke Mariana, për shembull në fillim, që pse u bë më shmiqe, ke Mariana se ka pas një atë pjesë. Në fillim fare, ke portokallia. Ke portokallia. Po, u bëm. Asnjë se ka pak, asnjë nuk e njeh Marianën, mendoj unë, më mirë se sa unë në atë kuptim që unë, domethënë, e vlerësoj. Sepse s'ka njeri pa të këqija, ne nuk jemi ëngjëj. Edhe jemi zënë gjithë ato herë. Jeni zënë? Gjithë ato ku mi ikte, në prisja nga prova, se nga ikte, se nga... Iksha në prova, në teatr kombëtar. E kupton se i kishim shu, kam pas atëre, kisha 3 projekte. Kisha një film, po jo qëlloj. Ashu, edhe nga Piramida, deri ke teatri, në teatr lysha me Bertin, ishte cilindri, vente ka qipi. Që pëtë mos... Kisha dhe një film me Ibrahim Muçën, dhe isha, do më thënë, lexojsha materialin aty ku ishim, kriqim ashu, e thosha, po shkoj pak në tualet, vrap ke teatri kombëtar, bojsha dhe atje rolin, visha. Tash e kërkon të Vera? Ama duhet shkonim edhe të xhironim për vitin e ri, se ishin shumë afër. Do më thonë, sa zihesha, si flitsha me gojë, po puna ishte se duhet bënim baletin dhe duhet rinim, edhe rinim njëri tjetrit shumë. Sa qeshnim, sa do bënim qeshnim. Po, sa qeshnim. Njerë Bilele vuni Albi, Po? Në vuni, Marianën në vuni me atë tjetrin, mu më vuni me këtë tjetrin, e kuptoj, se su lidhëshim për qamet, e kuptoj. Ndryshe partnerët. Po se dhe kjo kishte një ves, e kuptoj, jo ves. Qa vesi kishte? Po thote, shiko, klipin do t'a bëjmë, jam unë duke dal nga shtëpia, do më dhe, çdo gjë fillon të kur dilte Mariana nga shtëpia. E kuptoj, që të fillon të ke shtëpia Marianës. Do më dhe se thote, duhet me qenë aty. Edhe unë qojsha... Që i themu nuk vinë se duhet me qenë aty, duhet me qenë Imagjino, Vera qonë të gjithë stafin, ke shtëpia Marianës, që Mariana sa dilte të maron të punë, e të vazhdo të punë të Dhe ti janë shpit bëja punë të drekën. E Jo, po... Nëse këto janë ato që... Shumë të bukura. Po, njesh me bashkëshortin e Mariana? Po si vetëm ke mu ka ardhë për vizitaj. Vërtet? Po, nuk kanë ditë gotë. Po, vetëm ke mu. Shko me si vetë.
Nga këto personazhet e Portokallis që nuk janë më, kush të mungon ty? Që nuk janë më. Që nuk janë më, Që nuk luajnë. si Mariana, si ku diun, Mungon Portokallia. Portokallia si mungon. Do më thënë ajo pjesë që po nuk kjo ajo ishte- kjo që është tash, Edhe mua më sigurisht. mungon. Do të thënë kjo që është Mungon tani nuk është fryma. më shien. Mungon ajo Portokalli që nisëm me bo dhe që dham gjithçka. Që ajo t'jetoj ka gjatë, se ajo jeton për inerci tash. Sepse Po. ka qenë gjithmonë edhe njerëzit kur futen shof, domethënë reagimet e njerëzve që janë akoma ke koha e më vërtet parme është. dhe Po nga karakteret e tua, cili është më i përkëruari? Ka randi shumë. Ke mitin, ke atë priftin e, ke Jo, naqen, ke kam ke ajo. Gjixhmeri Mongën e. Mua më mungojnë të gjitha personazhet dhe shumë shpejt do vi me një projekt. E kupton shumë të rëndësishëm. Po Do bësh akoma vetë një program të ngjashëm si Portokalli? Se këto kuptoj, apo ja? nuk dua të flas sepse e kam kështu. Jo sekret, po kam allë mos më. Okej. Nuk Po për one man show që the? po. Çfarë është ky nëse jam- projekt? Ky është një projekt, është një one man show që unë do të nis si tush një rrugtim në të gjitha qytetet e Shqipërisë, po themi ato që kanë jetë. Dhe nga çdo qytet do të marrë një instrumentist. Për të Po të për të zgjeruar bërë finalen, diapasonin, e po. kupton, këtu në Tiranë me një one man show dhe me një cast, e kupton, nga i gjithë Shqipëria, pra një buket shqiptare me artistë shqiptarë, dhe në rrethet më të largëta. Edhe fillimin e projektit e kam në datën 29 në Korçë. 29 Po vjeton. ti e para që e dëgjon, sepse sapo kam marrë nga bisedimet dhe nga gjërat. Ja, Okej? shkon e Shumë bon dhe sukses. një të redh. I ke dëgjuar këngët e konkurrentit? Po, i kam dëgjuar. Kush të pëlqen ty vërtet? Më pëlqen kënga e Sarës. Kush është Sara? Sara Kapo, goca e Ema po, Andreas. po. është gjë e dëgjoj me qef. Janë Sepse këngë është pa shqip. këngë e gëzuar, nuk është 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 ajo ka që një po lloj të gëzimi dua, brenda. ka njërë që thotë të dua. Po. Po, është këngë shqip, prandaj pëlqejet. Është shqip. Domethënë janë si puna e tekstit tënd që tha ai që është kjo rrëmuj që thuhet, ndërkohë kur është mos e përdorshme. Edhe ajo ka të njëjtën gjë. Ka të njëjtën gjë. Dhe Është është Po Alice, që është një djalë që po komentohet shumë, e ke dëgjuar si këngë e nga kam ana dëgjuar. artistike? Shiko, në gjitha gjërat është shumë e thjeshtë, e kupton, në Shqip, me këtë komb që kemi ne, e kupton, me këtë përvujtje të madhe që ka përjetu shqiptari Shqipëria. në shekuj, e kupton, që është tani është në mod, që është detyru me u largu, se tani nga Shqipëria po ikin dhe njerëzit që janë mirë, jo më ata që janë keq. Natyrisht një këngë e tillë, e kupton, nuk është në vështirësi e abuzive. madhe me u bë. Nuk ka një. Mu, për vete, personalisht, unë se kam fare kompleksin e konkurencës në raport me të gjithë këngët, sepse unë e di shumë mirë që të dalloj kush këngë ka shpirt, e kush ka teknik, e kush ka tendencë. Pra, jam një artist i mendoj, mjaftueshëm i përgatitur për ta kuptu çfarë bëhet për çfarë. Domethënë, unë mendoj që betejë më e madhe e njerëzimit sot, dhe nuk flas vetëm për Shqipërinë, po flas për është vënia në diskutime të qenit njeri. Po, e E vërtet është. kupton, mas çdo ditë po zhduken profesione, pikërisht për shkak të inteligjencës artificiale. Dhe neve të gjithë duhet bëjmë luftën tonë për këtë gjë. Sepse unë mas 2 vjetësh nuk do intervistohem nga Kloja, po nga kloni jot. Po, atë sa bukurisht. Më kupton? Shumë, po. Dhe kloni jot nuk ka shpirt, nuk ka ashtu, ti mund të jesh duke nejt pa punë, duke vdek. E kupton? Mos o zot. Ndërkohë që kloni jot pjell pare pa fund. Po, e Kjo ndalojnë dot me këtë gjë? Nuk e ndalojnë Urdhë? dot. E ndalojnë dot? Ndalojmë patjetër. Patjetër e ndalojmë. Vetëm qofse Patjetër, e si e ndalojmë? Me ndërgjegjësim.
Dhe ky është një ndërgjegjësim shumë, po të Ndërgjegjësimi them është unë, puna. femra rrezikohet. Unë shoh në Instagram, e kuptoti, Elon Musk, atë tjetrin, e kuptoj, shkojnë, takojnë robotet femra. Ato në kokë janë Komplet si fiks. femra. Janë femra, Fiks. jo komplet, janë femra, Fiks, janë po. e gjetën. Sa e hap E kupton, këtë ku pjesën? shkon një mendje e varfër, shkon dhe thot e le gru nesër, e thot prit me se mor këtë, Ka unë i shumë bo që kjo të gjitha. martohen me robot. Po se i bo ajo të gjitha. Pra, Sigur se besoj shumë. çfarë do ndodhi nesër me ku është dashuria, ku do jetë? Se tashi kënga, kur është këngë, e kuptoj, një këngë, okay, janë 0,3% janë këngë për athletarin, janë këngë për patriotizmin ose për për pulbardhat. 97% e këngëve në botë janë për dashurin, i dedikohen dashurisë, ndarjes, dhimbjes, trishtimit. Këto gjëra nuk do ekzistojnë më. Kuj do i këndohet? Këtyre do i këndohet, po do i këndohet me çka kemi bërë neve në vite. Me inteligencë artificiale, e kuptova. Kështu që kuptova, për mu, gjithë kjo mesazh. është beteja, nuk është me u kthy, sepse bota për mu është zvoglu shumë, për mu dhe për gjithë emigrantët shqiptarë, kudo që janë. Nuk bën t'i shohim si të ikur. Për mu është e kaluar si mod, kjo pjesa që të përmendim. Miti që kam bërë unë për shembull, e kishte vlerën atere se për shkak të një për emigracioni. që trajtohen migracioni, sepse kufit ishte dëmbyllur dhe njerëzit ças bënin për tik. Po sot, kush i ndalon emigrantët me ardhmë, pse me taku nonën, e kupton? Askush se ka problem me prej një bilet avioni me ardhë se për këtë flet kënga, apo jo? Për këtë këngën. Ju pret nona ke dera, po nona... Janë pak këngë abuzive. Po mirë, nona i pret gjithë, edhe kur hik në punë, nona të pret. Po aty shpiesh. Në shkret për gjithë jetën. Po sa gjyshër ke që i ke në për azile këtu? A mund ta? Atere? Që i ka braktisu. Po është e thjesht për me Ka bo kështu braktisu këngësh. fëmijët e tyre. Jo, nuk i kam braktisë, e kupton, se jeta nuk i dihet asnjëherë si vjen, e kupton. Por unë du të them këtë që kur më pyete për këngën, e them që është një këngë që s'ka, nuk e kupton, për atë skemi ça themi. Por flas për gjëra që bëhen me shpirt. E kupton? Dhe nëse shpirti jonë ndjen deri aty do rri aty Pak do. kënga jote e ka shpirtin brenda, unë sa e dëgjova, e ka. Unë them që e ka sepse ajo ka lind me muzika me gjithë tekstin kanë lind në të njëjtin moment. Nuk ka pas do me thënë që të bëj tekstin një herë, pastaj po bëj muzikë. Ti e ke quajtur muzikë tekstuar? Se ku e dëgjova këtë frazën dhe diku? Muzikë tekstuar. Jo, se kam qenë, pa le kush e vënë. E që thëmë diku. Jo. Unë jam përpjek si tush që ti përmbledh të gjitha zhanret në një gjë. Pra, kënga është një pop balad teatrale. Teatrale dojtë edhe paraqitja jote skenike? Si do shfaqesh aty, si do prezantohesh, qa kostumi do veshësh? Ja. Kur stilisti famshëm botëror, jo Janë 4 stilistë famshëm botëror, që është një stilist francez, që është Jean-Paul Chachenu, është një stilist turk, nga Stambolli, me që ka dalë moda tash që gjithë femrat i marrin se është ai stilisti që ka është më i madh fustani se sa kënga. E bukur kjo po. Butaforia skenike. Gjeç Belanoglu. Edhe kostumi im është sigurisht i stiluar nga mamaja ime. Po, nga mamaja e dytë, si tush, Bujana, dhe e realizuar nga Shaqja. Nga Shaqja. Po, Shaqja është... Roba qepse Shaqja. Roba qepsja Shaqja, që ka bërë një punë të jashtëzakonshme të shkëlqyer. Edhe qa kostumi është? Është një kostum që s'mund ta shpjegoj, do tash se po e shpjegova do kuptohet. Çfarë ngjyre ka kaq? Ngjyra, ka shumë ngjyra. Ka shumë ngjyra. Ka shumë ngjyra dhe është pikërisht për me dhënë atë idenë që jo çdo gjë që ka ngjyra është e bukur. Sepse ne njerëzit si thosh gjëmojnë pak shkëlqimin, amballazhin. Nise nga pamja jashtme, jo çdo gjë është ashtu. Dhe unë këtë ide du t'jap, e kupton.
do të prezantoj aty Salsan Rapi. E ke pas kolegë në Portokallit? Se Po. Salsano është moderatori Po. festivalit së bashku me Arilinarën. E ke pasur? Po, është Salsano. Keni misi, ruani misi? Misi? Po, atjetër. Flisi. Po, pse flasim. Po. Pse nga të lindi kjo pyetje? Jo, nuk e di e thet shumë. E konsideroj, e kupton, është prezantuesi festivalit, nuk është shoku im tani. Nuk e ke shok. Jo, nuk është shoku im, Po, them. aha. E kupton? Mbrapa jemi shok, jemi... E Patjetër. kupton, por këtu kemi një pozicion që, e kupton, një uroj suksese që ta prezantoj sa më mirë. Po, patjetër, me batutat e tij. Duhet të ndaloja pak tek filmi Alof Tropoja me Ermal Mamashin. Më ka bërë shumë përshtypje mënyra se si interpretoi. Aty kishe një humor brillant, sidomos kur I thua partnerit aty, o mua pse s'më do. S'më puth. Pse s'më puth. Po, a dolëm prapë të puthja. Më fal se nuk e mbajta mend fiks. Si ishte eksperienca jote me kryeministrin e vendit? U takuat ndonjëherë në shexherim? Po, u takuam, bile unë qarëzuar atë ditë dhe ke nevojta për gjë. Jo, I thash, bëm pak muhabet, për sa I përket filmit, e mori me shumë seriozitet atë tekstin, e kishte punuar në shtëpi, e u bë aty njëshme në, sikur ishte shoku janë. Kurse për sa I përket rolit me Brunon, unë vija nga ajo pjesa Ditari Ana Frankut, ku ishin një çift fisnikësh, aristokrat, dhe këtu ishim një çift malsorësh. Dhe për këtë gjë më ka pëlqyer shumë. Sepse aty aristokrat, këtu çift malsorësh. Unë ngjizëm mirë me Bruno. Bruno një aktor I mirë, aktor shumë potent, edhe me humor, nishte. Ka shumë humor dhe ka shumë filozofi ai. Bruno po është djalë I zgjuar. Po, është I zgjuar. Dikur është dhënë filmi në Noli Film Festival para 2 vjetëve që bëm në festivalin. Ishte Mariana, njerëzit kanë ranga se diljet. Brillante, pjesa më kulminante e filmit do thoja. Në Amerikë, në Amerikë, në festivalet, bile mora një çmim, Albania Excellent, vërtet ishte një gjë shumë e bukur ajo që thotë Randi, domethënë që e pritën shumë mirë. Po, kishte reagimet jashtëzakonshme. Domethënë në qeshëm, edhe unë që e pash prap rash. Ju qeshni me batutat e njëri tjetrit? Po, si, patjetër. Ne dim me sa mund vinë ato batuta. Dhe ka dhe diçka që ato përsëriten dhe nuk varet, domethënë se si gjendesh në ato moment që e realizon, për shumë kur je në teatr e kam fjalën. Se në film mund të bësh shumë dubla dhe kap momentin e dur. Ka ndodhur që je lodhur aq shumë për një batut, sa ke thënë lëre se nuk e bëj fare. Dhe lodhesh? Unë jo, pse? Pse? Sepse ta them unë, mirëmëngjes themi të gjithë. Mënyra si e themi bën diferencën. Dhe unë mund ta them të njëjtën fjalë 100.000 herë dhe ta them në mënyra të ndryshme. Kjo është aftësia e aktorit. Kur të njëjtën fjalë, një fjalë nuk e thot 2 herë njësoj. Dhe pastaj regjizori zgjedh, do mbash këtë thot. Aktori mirë ka larmi për 7 jesh. E kupton thot e do kështu, e bëj kështu. E kupton dhe regjizori zgjedh. Ka interpretime të regjizori. Po pra thash, fjala ajo është, nuk ndryshon. Po ti që je vetë regjisor, vetë aktor? Si Ai e je përgjigjen edhe pa të parë. Unë e kam në krijim, që në momentin që e shkruaj e di pse e them. Tani çfarë këngë do na këndosh sërish? Pranëra filloj me
Hajde o shpirë, sa të du, bashku jetën me kalu. O shpirë, sa të du, bashku jetën me kalu. Sa këngët shkodrane, sa këngët e para shkodrane që i kanë vënë vullën muzikës popullore shkodrane, janë të papara. Atëherë si do e mbyllim me Randi, Mariana, Ju urojmë shqiptarëve dhe me një urim për shqiptarët. Unë diasporën, Randi. diasporën, në Amerikë. veçanërisht Bostonin, veçanërisht New Yorkin, Boston. edhe Vendet ku ne Naples. kemi dhënë shfaqje, gëzuar. Tani te firma ishte, të bëjmë çift humor fësi. Te firma ishte Tari Frederikut në Boston, në Bari Sanolit. Po, Filloj me Bostonin. gëzuar të gjithve, gëzuar Krishtlindjet edhe vitin e ri 2026. Art me shëndet dhe me bereqet. Për gjithë shqiptarët, për gjithë diasporën që mundohen aq shumë me majtë këtë Shqipërinë këmbë. Po, gëzuar diaspora, Boston, New Yorku, kudo që jeni, Toronto, gëzuar. Gëzuar me Adriana Celentano dhe Ornella Muti. Po, Ornella Kaka. Sa bukur e ve, edhe për... O, Zot. Do me thënë me Eran Cojlin dhe Mariana Konde. Një dua shumë të dyve, më knajqët. Faleminderit edhe Vërtet ty, u edhe ne të knajqëm. duam. Biseda shkoi aq bukur me kthesa dhe zigzagje, ashtu siç jeni ju, Po. që ta çoni bisedën aty ku doni ju. Shqyqyr shpëtum pa u puth. Ashtu dhe, kjo ishte e rëndësishme. Po, i vjet, tutemi. Emisionin tjetër. Po, emisionin tjetër. Tani me çfarë do na përshëndesësh në fund fare që ta mbyllim me Prap do ty, t'luajmë? ne të lëm gotat? Prap do të luaj? Jo, ty sot ndosh. Unë dhe Mariana do shijojmë muzikën këtu te Grand Panevino Restorant, ndërsa Rangu do na e bëj atmosferën më të bukur me këngën e tij të fundit. Je këngëtar, si më çaton. Po ne do pim verë. Lëre, Randi, le të flas me vete Randi. Gëzuar shpirti. Dhe të çajin e rësirë. Ua larg qoftë. Se, pa ato kru. Vazhdo. Qysh se t'jo gjujshë borje ti të ndodhi, o sarnal i bajshë krye të tujnë pas mua ty. Ty lubana, me m'ka vetëm ti, dy lule si hana, ti fala për gjithin. Ty lubana, me m'ka vetëm ti, dy lule si hana, ti fala për gjithin. Qysh se t'njo gjujshë borje, nato për shdo nat, e një tyll që në rambi krye, kapëm të dy bashk, lam të mirë, o gjahtarja e qilit, se yjet s'kapen kur, se janë më naltë se djelit, lam të mirë, o gjahtarja e qilit, yjet s'kapen kur, se rrinë më naltë se djelit. O gjahtarja e qilit, yjet s'kapen kur, se janë më naltë se djeli. Bravo.
E di se ishte një natë e bukur kjo e lezetshme. Shumë natë e bukur. Unë uroj kjo të të shoh në Eurovision. Mos më uroj fare me pa në Eurovision, më mirë të më shofësh me ato që më ndo zemra. Bravo. Ti thot, i ka kështu këto. I ka postulate, i ka. Po, ma. I dalin nga shpirti. U knaqën sot me Marianën, si mendon? U knaqëm, ne të dy u knaqëm me ty. Si, jemi taku këto kohë? Po, më tha Mariana që isha unë që bëra bashkë. Jemi një muj, ku t'i gjohën, Një muj të tuar. Më shumë. Mariana s'ka kohë kur. Apo ti? Jo, edhe. A mama më tërgo mua ta që të meja telefon dhe ti mbyll telefonin? Rita shi? Ja, që se filluam. Po mi të mbyll telefonin. Unë dhe Mariana do vim të ndjekim të Pallati Kongrese. Unë do shkoj njërë, do shkoj. Pa tjetër. Do vim të Megjithëse ndjekim. Mariana si ka qef kongë shqip, vetëm Lucio Batistin do. Vërtet? I ka nga rinia, nga... Rinia, ajo është akoma e dashuruar, prandaj flet me kaq kompetence, kupton? Me shqiptarin italiano-shqiptarin, në? Cili ishte? Tani. Po. Po, i thot Tano. Cili ishte? Tano. Cili ishte, thot? Atëherë ishte për Tano Karidin. Tano Karidin. Ishte knajtësi. Faleminderit. Fitore. Shpresoj ti kemi knajtë. Në jetë. A isha në dali bukur.